Go! Për gjithë ju që se kuptoni këto, thuaje, këto gërmat romake, ajo që duke si I dhe kjo vëja, në fakt është 4. Ne kemi në shkurt rëndësi 4, se është mandati 4, le të shpallim Emiratin e Shqipërisë. Le të na shoqërojë sonte disa imazhe, por para se të flasim për Emiratin dhe para se Gjergji, të pyesim Gjergjin dhe juve gjithashtu dhe kolegët që kanë në studio, të pyesim çfarë pyetje duhet të bëjmë në këtë sondazh, a duhet që Shqipëria të ndrojë kushtetutën dhe që të kthehemi në një republikë parlamentare me zgjedhje, me drejta politike, të kthehemi në një principat ose në një emirat, që janë Emiratet e Bashkuara, për shembull. Kjo është pyetje që do bëjmë për shumë emisione rresh dhe në fund qershorit që jemi këtë studio. Po me njëherë le të fillojmë pa humbur kohë me këtë hap me Flogertin, po. Flogert. Bile para se me ty do pyes Ledion. A I kemi këto, Ledio, më dëgjon? Më ndjek? I kemi këto parashikimet që ka bërë Sebastiani Marsidi dhe Flogert Muça? Jo, Sebastiani Marsidi nuk kanë bërë parashikime, ka bërë vetëm Flogert. Jo, që Marsidi ka bërë, është e sigurt. Emision e fundit kanë vetëm të Flogertit. Emision e fundit si ishte Marsidi? Ishte Kulla e Gjinishi me Cakon. Ishte Kulla, Gjinishi, jo, Kulla jo, ishte Gjinishi me Cakon. Me Cakon, ndjes, po. Po më duke se është dhe Sebastiani me Flogertin? Jo. Jo. Si janë fare? Jo. Po pse më shfiksuar mua? Jo, unë isha. Flogertin e kemi, Ledio? Po vetëm Flogertin pra kemi. Sebastiani dhe Marsidi nuk janë. Nuk kemi qenë. Po ti Marsidi ke bërë një parashikim? Se ke bërë të fundit? Se ka bërë fundit e kam bërë. Më mirë thuaj se kam bërë edhe Shumë që unë jam korrekt me... Shumë që do t'a gjejmë. Dhe mund në them, kam thënë që Rama nuk do... Kapi 70. Gabove do. Gabova. Ti Sebastian ke bërë parashikim? Parashikim po, që dilte kaq shumë ja. Si e bëre parashikimin ti? Që e krijon qeverini A, ti ishe mbi 70. Që të vegjlit mund të fusin veten në parlament. Jo, kush fitusin. Që mund ta krijonte qeverini vetëm, por kaq shumë ja. Ja të shohim çka ka thënë Flogerti, se për Gjinishin dhe Cakon do ja plasim kur të vinë ata në studio. Të shohim çka ka thënë Flogerti. Parashikimi im, Partia Socialiste dyshemen e ka 76. Pra mund shkoj me 76-78 mandate. Partia Demokratike me ASHM-ja, Alianca për Shqipërinë Madhështore, 50-52. Tom Doshi 3, Lul Basha mund shkoj 2 mandate. 2, Luli? Lapaj mund shkoj 2 mandate. Shehaj 1 mandat, Qori 1 mandat. Ke gabuar diçka, i ke rënë në kokë vetëm te PD-ja më duket. Te Berisha. Te para, ja ti marri me radhë. Te para the tavani Shemeja 76, fillon nga 76 deri në 78. Po. Opozitën e Ky është 82 sot që flasim apo jo. Ledio tani do na shoqëroj. Ledio mund na shoqërosh pak me grafikat i shohim në ekran. 83. Ë? Opozitën e ka 82 apo 83 është sot? Lëviz. Është 83? Lëviz, ikën dhe vjen. Dale më një sekond, si 83 më bua, e lash 82 që parë, se mori Gonsheja 1 të dytë apo jo? Mori mandat të dytë, kapri. Ja merr doktorit në Tiranë Goni, por Vlora që ikën dhe vjen. Pra tani në këtë momenti po flasim është 83 Rama. Është 9 Vlora. 50 Saliu. 50. Sa ishte Saliu? 50-53 thashun. Janë në rregull. Po sa ishte Saliu deri para ca orësh? 52. Po pra. Një ka marrë Gonsheja në Tiranë, një ka marrë PS në Vlorë, për momentin. Po në Fier? 12-4. Jo, i ka marrë një në Fier, doktorit jo. Shtimari më? Luhatet një për partinë e Zotit Lapaj, por jo. Jo. 3 Doshi, e ke parashikuar Doshin duket apo jo? Doshi është në kokë, doktori është në kokë. E ati ku gabuar te Lapaj që the mund të marri 2, po që si di edhe mund të marri 2. I ka të hapur një në Vlorë, një në Fier Lapaj. Se në Tiranë nuk e ka, të dytin, jo. Jo, është larg. Ndërsa për Gonin gabove the 1. Një thash, Goni e ka njëshin, tani që ka 2, është në kufi dhe me projekcionet që kemi, pra me votat që po vinë nga diaspora, me shumë gjas, doktori ja merr mandatin... E të kujtë të dytin? Po. Mos ja fut kohë, po se ka siguru dytin Goni? Jo, është me 10 vota, e kupton, nuk ikën dhe vjen. 13 ka PD-ja për momentin në Tiranë, mund të shkojnë në 14 maksimumi. Pësteja është 19 e blinduar. E vetë një surprizë, në qofë se mund të themi, ishte surpriza negative për mua, ishte që unë mendoja që partitë e reja do e bëjnë një grup parlamentar gjitha bashkë. Pra, do shkojnë 7-8 mandate dhe fix mandatet që më mungojnë tek partitë e reja, që e kemi thënë edhe për
për t'ju dhënë një dorë në kuptimin që ata që ishin dyzuar, ne ju thonim që shkoni se një grup parlamentar nuk është pak, por dështuam ne bashkë me partitë e reja dhe të vogla për të krijuar një grup parlamentar gjitha dhe i mori i katërti Rams. Kështu që besoj se nuk kam qenë keq. Gjithë ata që më kanë përgëzuar si njeri që po i shërbej pushtetit, më vjen keq që i kam zhgënjur, që nuk ja kam qelluar. E pra, më duke se edhe Batoni ka të njëjtin problem, se edhe ai 70 sa e parashkoj Batoni në exit poll 78 më duke. Batoni ishte patronazhist dhe më i fortë se unë, se shkoj një më shumë se unë. Unë isha 76-78 e shkoj 79. 79, po pra. Nga një kështu të shkurtër, për të gjë vetëm në fund, sepse Gjergj është njëri i sondazheve në fakt, mund të na thotë ndonjë gjë ndryshe. Marsid, mi analizojnë çik këto shifra deri tani që presuppozohet vetëm Gonsheja që se ka ndonjë surprizë apo jo. E Tiku, Gonsheja, po Goni është më shumë. Tiku i mund shkoj 3. Tiku. Pra Tiku ndjes Marsit se po i ndiqja për shkak të punës. Po si mund të shkoj 3 më burr? Ta them unë. Normalisht ai ka marrë shumë vota Tiku, ë? Më dëgjoj. Gjithë Shqipërinë ka marrë tmerrsi shumë. Vlora, shumë telegrafikisht. Vlora tani që flasim është 9-3. 9 Partia Socialiste, 3 Partia Demokratike. Po. Por projeksionet e votës diasporës e nxjerrin mirë Adriatikun. Po. Dhe më ta shohim se është në Vlorë. Le di, çoçi në Vlorë. Adriatiku është pranë mandatit të parë në Vlorë, duke ja marrë këtë Partisë Demokratike. Ndërsa e njëjta gjë, po Adriatiku, pra Partia e Lapajt, ka një djalë fantastik në Fier, një inxhinier, Azmer quhet, dhe ai është pranë mandatit të parë, që e rrezikon praktikisht opozitës, se opozita i ka të pasalduar mandatet. Dakord. Dhe mund të përfundoj 12-2-1. E kuptova. Tani kjo Zeqinea, do bëhe Zeqinea, se kjo është gjithë çështja që kanë hallë shqiptarët. Kanë filluar votimi i votave të kandidatë. Numërimin ndjes. Dhe votat preferencë. Nuk dihet gjë për Zeqineën. Data hapur nuk dihet për askënd. Se gjithë dynjaja sot kanë mendjen a do bëhe Zeqinea kanë kështu deputete apo jo. Dhe bukur do jetë, po fut parlament. Po Zeqinea nuk e dim ne, po e para herë Zeqinea ka një detyrë tjetër. Të gjej gazin ku është. Se ku është Gazbardi? Nuk dihet. Nuk ka dalë fare në terren. Nuk është as në terren, as kund fare. As media nuk ka dalë. Pra, është duke paremëruar një furtunë gazi apo brenda PD-s. Siç di të bëj vetëm gaz. Po, mirë e ka hapur. Do të ketë çik rivalitet. Megjithëse, aty ku po shkojmë ne në fakt Emiratet, rivalitet tilla do marrin. Sa i e ka kuptuar. Dua të analizoj këtë gjë, Arjan, tek pjesa e këtyre rezultateve. Shikoj, Tiranë ka pasur problem të tillë. Në Partitë Demokratike, shumë nga lista e kandidatëve të listës së mbyllur nuk kanë dalë për të bërë fushat. Kanë bërë takime sporadike 1-2 gjatë këtyre 30 ditëve, po nuk kanë punuar me strukturat. Për shembull Josefina Topalli ka dalë vetëm në një takim me diasporën. Po kujt interesojnë? Prit ta them se ndikojnë këto shifra. Në moment që ti nuk ke raportin me komunitetin dhe me strukturat drejtuese të partisë. O Marstit, do lodhemi prapë me këto histori. Nuk do lodhemi më jo, unë bëj të fundit që lodhem. Unë jam me idenë që mos lodhemi më me këto dhe të kalojmë tek çikimi. Sa po fillove merresh me detaje që jo, po them që njëre mirë që ta mbyllim këtë gjë. Pse më po të punonte Josefina do dini ndryshe zgjedhjet. Jo po të punonte Josefina, unë e kam thënë këtu çani. Duhet kishte leadership tjetër. Pa duhet kishte. Atëherë çmemi kot me ushtarët më. Unë bilet se çfarë mendoj. Unë mendoj që sot Sali Berisha është njeriu më i lumtur që ka dalë vetëm lista që ai ka dashur dhe ata që kanë qenë si thua kundërshtarët e tij në listë hapur. Mos e thuaj këtë, mund. Asnjë nuk futet sepse po jo, shikoj deklaratat tonë. Nuk ka kritika, e di çfarë deklaratash kanë dhënë sot. Prit se është herët, mund zito. Le të jemi më të qetë dhe të kuptojmë që Berisha në momentin që psoi goditjen nga Lulbasha dhe nga amerikanët, e mban. Po. E mban numrin e deputetëve dhe njerëzve që qëndruan besnik sa ishin. Me gishtat e dorës 4-5. Tani, ti mendon që po të ketë prapë një furtunë brenda PD-s dhe do që do organizohem shumë, do thonë doktor ne do duam shumë, po duhet të hapësh krahun. Ti mendon se do mbetet më shumë se 10? Më fal, kush mendon që mund ta realizojë? Ti mendon që këta që ka vënë doktori që janë 90 veta në jo 90, më ç'them unë. Këta të 50-at që kanë në atë, ti mendon se janë të gjithë besnik të doktorit? Jo. Janë 7 grupe parlamentare. Po çfarë flet më pak. Ore Marsit, e ke seriozisht këtë? E çfarë mendon nga ata disa mund të kundër doktorit, atë e shohësh. Nuk vëm të bas për të, po me logjik politike, që ose vazhdojmë të jemi republikë parlamentare ku të zgjidhemi dhe të zgjedhim, unë e kam pamundur të imagjinoj që në nivelet poshtë, jo, nuk flasim për fronin lartë, të ketë patjetër luftë, të ketë rivalitet. Është e pamundur kjo që thua ti që këta të 49 përveç doktorit, hajde po themi të 40, të 10 do jenë besnik,
të rinë tani dhe të presin. Ata do viti dikush të organizojnë, do thonë çfarë do bëni, për shembull Gazbardi i parë, vëlla. Gazbardi thua do rinë në parlament 4 vjet tani do bëj prapë të njëjtën gjë, të njëjtën lloj. Pse? Vetëm Gazbardi mund të ketë një deklaratë surprizë mendoj. Po Gazi nuk det, po Gazi nuk është kaq budalla ta dali tani kot po merr Gazi nëse mund të ketë të tjerë atje. Po Gazi nuk është kaq naiv sa dali vetëm tani kundër doktorit. Gazi para se të dali kundër doktorit, do organizohet. Normal. Do mbledhi Marsidin, Sebastianin, mua, Flogerin tjetër që jemi deputet. Dakor, do të ç'a do bëjmë valla? Do rim, do flëm. Apo do kryejmë një grup parlamentar. Dakor, po ta dërmojnë doktorin duke i rënë. Pjesa kryesore e leadershipit kanë deklaruar që nuk ka pse të japi dorëheqje kryetari, pra për zotin Berisha, sepse nuk i njohim të zgjedhje, këto zgjedhje kanë qenë manipuluara. Kush pjesa kryesore janë besikët e vetëm? Pra që do të them do të thasë ata do të ikin o gjithë o asnjë. Mu s'ka pse ikin më burr. Gjithë humbës, dakor pra? Ore, se nuk është kjo debati sot, vëlla. Merrem me opozitën prapë. Se duhet të ikin ata në çdo parti kur lideri nuk jep dorëheqjen pasi humb, vëlla. Normalisht antarët, pra, se thuash, elita e partisë. Përgjithësi Arian. Po prit më tani. Leadershipi, po. Po. Elita e partisë, vëlla. Nëse shohin që shefi tyre nuk ikën, po. Ikin ata, vëlla. Që se s'kan mund të rrezojnë me votë. Se mund të bëhet këshilli kombëtar për shkak. E lën vetëm, po. Edhe e lën vetëm, po, e lën me 10 veta. Krijon një grup parlamentar. Kjo do ishte logjika normale e një republikë parlamentare, po flas. Në një demokraci. Ne po flasim sikur kjo të vazhdonte kështu do ishte e mërzitshme. Prandaj unë nuk të dash shmang, do të vëmë te Principatat e Emirati. Ajo është zgjidhja e vetme. Që se duan të flënë, të flënë, valla, s'ka asnjë problem. Po unë them 2-3 kokra atje. Flogert mendoj unë tani me logjik më. Jo. Do dani do thonë, "Or Flogert, çfarë do bëjmë valla?" Do mbledhin Flogertin, Gjergjin, Sebastian, or çfarë do bëjmë? Do flini apo do kryejmë një rrymë të re valla? Një qoftë një parti të re. Ka edhe informacionet ato thonë. Po se s'ka mundsi ndryshe, është e pamundur. Zgjohen ku do shkojnë. Dhe nëse zgjohen ku do shkojnë. Ore, ke parasysh, të humb edhe një herë pra. Nëse këta ti mendon do fantazojnë që do presin 4 vjet tani me shpresën që Berisha do t'i fusin prapë në listë, le ta bëjnë. Po kjo nuk më rrihet, di pse? Sepse politika është teatr ku ndeshen rivalitetet, ku ndeshen ambicet, interesat. Nëse ju më thoni që asnjë do rinë të gjithë urt, e do presin 2029-ën, ku prapë do fitojë Rama, sigurisht. Rama këtu s'ka le ta abstrahojmë, po çose ndodh kjo Arian, le ta abstrahojmë, me zëm që ndodh kjo. Kjo si del asnjëri kundër. Po pastaj asgjë Moran si vazhdon rritet më shumë. Sa vetë do zgjohen më shumë, bëhet Principat jemi në rregull. Nëse do ishim në serial. Principat do shkojnë, po pritet të merrem me zgjedhjet gjysmoshën e parë. Do ishim në serialin e famshëm Game of Thrones, ky grupi që ju thoni, do bëj 2 gjëra. Ose do ta helmojnë mbretin e tyre, sepse është mbreti Rama, po është mbreti edhe Berisha. Ju po flisni për mbretin e tyre. Jo opozitës, po. Po. Pra, o do në një mënyrë, le të themi kështu, virtuale. Nëse do ishim në një serial Game of Thrones, është shumë i bukur. Po. E di. Unë se kam parë, por kam dëgjuar shumë për të. Është një luftë për fronin, pra. Kjo është gjithë jeta e njerëzve që kanë ardhur të tokë më burr. Tani në këtë rast do kemi 2 gjëra. Ose do të presim larg qoftë mos qoftë të thënë se nuk vjen asgjë nga goja, largimin e mbretit në mënyrë natyrale nga jeta. Gjë që në për mbretëri kjo. Po mund të ndodhë edhe kjo. Jo, në mbretëri ose do helmojnë mbretin. Shohim pra, e helmuan një herë. Ai do lëmi fort. Se helmon një herë Basha apo jo? Ja futi një Basha, një thik. Ka krijuar imunitet, pra kjo është deviza ime që po them. Ai ka krijuar imunitet çan. Ndryshe nga shumë zëra molla, nga shumë papagaj që thonë të iki Berisha. Unë kam ndryshe ekuacionin, unë vetë modestisht. Them s'keni se kërkoni ikën e Berishës kur ai nuk do vlla. Nuk ikën Berisha. Po ikim ne molla. S'ka që thjesht ikim ne. Shkojmë me KB. Edhe një pra, krijojmë një grup parlamentar dhe të humbur që të humbur jemi. Vazhdojmë rrugën përpara. Çfarë bëjmë sepse në kushtet ke lapajn, ke shehajn, ke Ore Gjergji, rahat puna jo më. Edhe një herë pra, nuk është punë oferte më valla. Puna është do rish të flësh gjumë apo të veprosh. Do lëvizësh. Po çfarë do fitojnë? Lëvizja që shka qëllimi asgjë, më nuk ka rëndësi të lëvizësh. Mbreti i madh ka 83, nuk u duhet. Duhet me lëviz. Duhet me lëviz. E di. Po duhet me lëviz më burr, se qelbet ujë, ha. Është e vërtet, por kjo gjëja do të ishte ideale. Çfarë ideale. kjo pjesën? Tani është momenti të flasim për opozitën? Se opozita, orlla. Jo, kjo ka. Je dirigjenti tani, ti thua gjysoshin e parë do flasim për zgjedhjet? Për zgjedhjet, pra. Po pra, pjesën zgjedhjeve është kjo. E di që në zgjedhjeve është. Sebastian. E kemi çuar ka 15 vjet që e mbajmë vëmendjen tek opozita. Dhe sërish Rama del fitimtar. Tani këtu pyetja është cilat janë arsyet që Rama del fitimtar. Tani këtu duhet të ndalem. Para se të dalësh aty ku do ti, mund të më japësh përgjigje? Jo, nuk është opozita. Ne kemi hyrë është aftësia e ti. Ne kemi hyrë në një terren të rrezikshëm. Më fal të ndërpres. Para se më japësh, pas se të bësh analizën tënde për këto shifra i shikon vlla. Po. A mund të më thuash të lutem këto
Ja, vlen për ty të merremi me këto, jo po, gjithë to se kanë dalë video pa fund që të votave Agronshia që po përtiste pak më parë tek këto të numërimit, e kupton ti që ju po manipuloni votat, do të çon në SPAK, kjo është kele ligjet e tjerë. Këlliçi që vajtet e zyre Braçes atje, ka shumë video që qarkullojnë. Gjithë mediat e Berishës, por jo vetëm, janë marrë gjithashtu edhe me raportin e Odirit, që për isë vërtetë shkeljet që kishte përmendur Odiri ishin shumë të rënda. Po ndërkohë, përveç shkeljeve, po ta lexosh mirë raportin, Odiri thoshte edhe që zgjedhjet u bën kishte rivalitet, transparent, pra I kishte dy anët. Kështu që ja vlen të merrni prapë me këto mos Sebastian, apo është déjà vu. Unë kam përshtypjen se njerëzit janë lodhur të mërësishme këto gjëra më dha. Si mendon, më bën një gjë më të të bësh të njëjtën gjë dhe të presësh rezultatet ndryshme, thot Einsteini, është paksa budallak. E dim figurën e Berishës, me që e nisëm me Berishën për dalë pastaj tek pushteti. E dim që shkon bën gjithmonë të njëjtën gjë. Ne kemi hyrë aktualisht në një terren shumë të rrezikshëm. Pra kjo që ka ndodhur me 82, 83 mandate, ky është terreni I rrezikshëm tashmë. Zyrtarisht ne mund të quhemi, për mendimin tim, tashmë hym tek faza e autokracisë. Pra, plazmohet në një farë forme, shteti me partinë, plazmohen me një... Jo se s'ishte. Po, por tashmë plazmohen më shumë, sepse shkojmë tek ajo që do ta quajmë Republika e Delfinëve. Në konceptin që të gjithë tashmë mundohen të akomodojnë interesat me pushtetin. Normal. Ka më interesa opozitore. Pra, për të shkuar dhe Emirati që ne do ta propozojmë. Shkojmë tek, prandaj po them, shkojmë tek kjo lloj forme e qytetarit. Pse e them këtë? Në asnjë prej subjekteve politike, po të shohësh me kujdes, nuk ka një lloj bashkimi inteligjencash. Të gjithë inteligjentët e subjekteve politike shërbejnë si një lloj ndërmjetësi midis një biznesmeni apo një pushtetari dhe qytetarit, ose kthehen në rolin e kritizerit, por nuk kemi një intelektual radikal që ta radikalizojë situatën, ta çojë në qendër shumë majtas apo shumë djathtas. Kjo mungon. Në krahun tjetër, është ulur me këto zgjedhje do t'ulet edhe më shumë pesha e deputetit. Ulja e peshës së deputetit, pavarësisht faktit që biznesmen të rëndësishëm mund të jenë të lidhur me deputetët, pesha e madhe që ka kryeministri Edi Rama do t'i bëjë dhe këta që të friksohen. Pra, biznesmenet e fuqishëm janë të parat që friksohen nga kjo fitore kaq e madhe. E dyta që ndodh, triumfi I madh I Partisë Socialiste do të sjellë probleme edhe vetë brenda Partisë Socialiste, pasi do të lëshohen secili prej atyre për të bërë për korrupsion apo gjëra të ndryshme etj. Do të sjellë probleme edhe vetë brenda Partisë Socialiste. Ajo që ne mund të shohim në vijim është një lloj kapërcimi, atë që thoshte kryeministri Edi Rama në 2009, as majtas as djathtas, apo edhe majtas edhe djathtas, mund të shkojmë tek një lloj forme presidenciale franceze, ose tek një lloj forme presidenciale serbe, ku kryeministri del nga partia, pasi I rrihet ngushtë partia, dhe bëhet biri I popullit. Pra shkon tek I gjithë kombi, është përfaqësuesi I të gjitha shtresave. Ato po bën fatikisht. Pikërisht. Dhe në këtu mund të jemi, prandaj them, kemi hyrë në një terren të rrezikshëm dhe të rrëshqitshëm. Do të bëj një pauzë tani, po. Defaktorizimi I opozitës. Mungesa e intelektualit për ta radikalizuar situatën. Problemet morale që kemi ne si popull, pra këtu për herë të parë më duhet të them që duhet pyesim edhe një herë, çfarë problemi kemi ne si popull? Jo, ne do pyesim, a doni më të ketë zgjedhje dhe të kemi drejta politike, apo doni të bëjmë një Emirat? Po, dhe të keni vetëm të liri ekonomike dhe liri ekonomike, pra, benefite ekonomike, si që janë Emiratet e Bashkuara. Sepse marrëdhënia... Se të lodhemi të gjëmojmë për mandat. Ja të mbaroj Sebastian se do t'i bëj një pauzë. Ka fajin populli, ndërkohë që populli në fakt sapo ka bërë gjë në dur. Duhet pyetur populli për çfarë do shteti kërkon më. E ka dhënë pra? Të shohim pra. Jemi duke e hartuar ndërkohë sondazhin. Je duke hartuar, po pyetje si ke bërë akoma apo jo Gjergj? Kam menduar dy pyetje që Ja, një sekond, do vim atje. Sebastian, mbaroj iden, vuri pikën që të bëj dhe unë një pauzë. Pikërisht kjo duhet ndalem. Duhet pyesim çfarë ndodh në këtë popull. Kjo është pyetje. Merrem me popullin thua, jo në popull e pyesim se populli është rregull. Po kjo është pyetja ime që ja bëj unë në këtë territor që unë jetoj me këtë popull. Po të jetoja në... Si ja bën do të pyetje pra, sepse populli nuk e sondohet në një studio televizive. Populli sondohet me sondazhe. Po e ngrej si hamendësim dhe si supozim edhe për qytetarët që na ndjekin, ore çfarë ndodh? Sepse unë janë të kënaqur me këtë më me dëgjatin. Po pra, po si ka mundësi që Tërbaçi, asi e kishte ai vendi në Vlorë, që thot ne jemi në protestë sepse po na marrin ujin dhe partia është kjo, është fshati tjetër. 75%.
Si ka mundësi që në lumin e Vlorës, ti thua që po më merr ujin dhe në krahun tjetër ti del me 80% Partia Socialiste. Sepse ti vetë më the që po më merr ti ujin. A më the vetë që ti po më merr. U përmbyste Shkodra në kohën e doktorit, smershin kokër leku prap doktorit votat. Gjithë. Pra në këtë, po pra dhe ka ardhur. Fajnë ka populli pra dakord. Po jemi nuk po të them fajnë ka, po të them ka ardhur koha të bëjmë një pyetje. Jo, janë disa pyetje i duhen bërë. Por unë them që të mos lodhemi kot Sebastian të bëjmë gjithë këto pyetje, më mirë vemi në burim dhe pyesim popullin. A doni që të bëhemi principat vlla me princ Edi Ramën? 4 mandate, po do vim atje. Dhe vjen shkon tek i 5 kështu. Po, dhe do po kjo i 5 ishte i sigurt më burr. 2030. Nëse s'ka aksident rrugës, se duhet thënë kjo gjë për qenë korrekt se ne jemi gazetar. Nëse s'ka aksident rrugës vlla, nuk ka gjë që e heq nga pushteti atë. Fare absolutisht, është fare më fare. Vetëm Zoti pra e thaj. Por që s'ka aksident rrugës. Tani, le të ndërkohë të nxjerrë rezultatet. Tani, ajo që në fakt duhet të kuptojmë sonte është kjo. Një e para. Po shpejt e shpejt përgjigjet, Flogert. Yes. Nuk do vonohemi. Gjergji, pa analizë, pa hyrje të gjata sepse emisioni është i shkurtër. Duhet të bëhemi një çik praktik. Ore, një që më erdhi në mend mua këto kohë. Do fillojmë prap. Ky është mandati 4 apo? I thon 16 vjet Rama. Do fillon prap tani. Saliu doli, tha nuk i njohim zgjedhjet, dhe Flamunoka ashtu tha, protest datën 16. Protest datën 16 që do vinë këta, se vinë 15 atë ejnëten. Samiti. Doktori tha në 16 do bëj protest, etj. Tani, pyetja e shtërët është kjo më. E para është deja vu. Sa do të ketë vjedhur ai, thonë e bindur që këto zgjedhje prapë dhe këtu nuk kanë qenë të rregullta. Ka pasur manipulime pafund, po jo këto ditës votimi që thon këta, se këto janë post. Këto janë 5 me ish, këto janë budalliqe, ato bëhen përpara. Do diskutohet. Hajde, do të fusim dhe këtë të kësaj, të gjobave, që fonën radhën e kaluar, që fari gjobat kjo 2 ditë para, që nxori atë lajmin. Vetëm shqetësimin e. Patjetër e kishte ngritë dhe Odiri këtë. Pra, parregullësitë janë pafund, po këto janë prapë dëme kolaterale, nuk kanë vlerë, sepse s'kan bënë me thelbin. Po s'kan me thelbin, sepse ky është, sot po flasim ne, sa vajti, 250.000 vota para. Po se jash, 250.000 pak a shumë, plus minus. Afërsisht po, me rrulla kosi 250. Tani 250.000 vlla. Sa do të vjedhësh, nuk i vjedh do 250.000. Mund vjedhësh 30.000, 40.000, ja 50 për rrulla kosi. Po nuk ndronte rezultatin pra. Pra, kjo tregon që ky vlla, për shumë arsye që ne s'kemi kohë të bëjmë sot, do të bëjmë avash avash. E duan njerëzit. Pra, këtu arrestohen njerëz të tij, ministra, kryetar bashkishe etj, korrupsioni. Njerëzit votojnë prapë. Këtu të Sebastiani, ata kërkojnë ujin se do t'ia marrë ai oligarku në palas, të fshatit, votojnë 80% e Dramën. Pra, ne këtu sigurisht do mundohemi, aq sa mundemi të marrim sociolog, psikiatër, të kuptojmë këto që thotë Sebastiani, pra antropolog, të marrin vesh se pse ndodh kjo gjë. Shumë nga njerëz që un kam folur nuk e kanë korrupsionin fare si kriter për zgjedhje. Sepse Në të sondazhi këtë. Ja, një sekond, Gjergji. Sepse në Shqipëri, siç e kemi thënë, patjetër kjo ka qenë teza ime modeste, kam gjithë këto vite që e them. Dhe dakua drejt. Korrupsioni nuk është një gjë që shqetëson njerëzit, se njerëzit vetë, jo në mënyrë të keqe, pra nuk jam cinik. Duan të bubrojnë secili në çdo nivel që nga pastruesi poshtë. Deri lart duan të bubrojnë. Pra, hiqe një pjesë që jeton, po themi, në mënyrë të ndershme, bën atë punën, vjen në shtëpi, fli gjumë, pastaj ikën prapë në punë, ata zyrtar, jo zyrtar. Po, ata janë shumë pak, në përgjithësi njerëzit duke që ku ngrihen në mëngjes, nga që vendi është i tillë, klima është e tillë, mentaliteti është i tillë, fillojnë dhe mendojnë ku do ja fusim sot. Është instinkt njerëzor. Ku do përfitojmë ne? Do marrim ne gjë, ku do përfitojmë ne? Patjetër, pra, kështu që kjo e korrupsionit, që i bien gjithë kundërshtarët e Ramës, i bien Ramës, kjo s'funksionon. Ta shash Ramën siç e shajnë shumë analistë për studi, keni parë, janë ca e unukur, që qa si thonë, vlla? Qa si thonë? Tani unë morë së më vinë në mundje, po janë, jo është të merë, të shofësh kush e shanë Ramën, është të vësh duart në kokë, vlla, ata që e shanë Ramën, ata bën zapin njeriu, pap ikën se të është të merë. Këta që e mbrojnë janë më të neveritshëm akoma, po ata të paktën janë me anën e princit, ata nuk e kanë, s'futen llogarifare, u po them këta që e kundërshtojnë. Këta që e kundërshtojnë, vlla, janë të merë. Pra, kur shikon për shembull se sa para harxhon doktori për të mbajtur mediat e tij, është një torturë. Dhe kur shohë se me kë njerëz i mban, është një fatkeqësi e madhe, natyrore, e kupton, është çmenduri. Pra, këtu vlla, nuk është puna se ka një pyetje dy Sebastian. Këtu janë me mira pyetje do të bësh. Kështu që për të rënë shkurt vlla, dhe për të kuptuar
Çfarë po ndodh realisht në këtë vend që një njeri në një vend normal, vëlla, në Europë nuk ndodh kjo. Sepse më thot dikush, jo, po dhe Gjermania ka pas Merkel 4 mandate. Po ka pas me koalicion, ka pas me kundërshtarët. Ku diun ku ka qenë tjetër. Koalicion me bazë gjërmë. Bazë gjerë, pra, po, për shumë. Edhe në Hollandë shumë që nuk. Edhe në Hollandë ashtu është, edhe në Belgjik ashtu është, pra, ka shumë vende që mund të rinjë kryeministër shumë mandate, ore. Ka disa vende. Po ka bashkëqeverisje. Ka bashkëqeverisje, pra. Sepse ati nuk i marrin dot kur kaq përqind apo jo. Atje partia fituese është maksimumi 26%. Nuk 23. Fut për element, nuk e ka naftësinë në Ramën. Po pra, përveç Orbani është përjashtim ka përshtypjen. Orbani është përjashtim. Hungaria, po. Orbani është përjashtim. Po ne do merrem me përjashtime, do merrem me rregull. Ashtu. Tani, në këto kushte, vëlla, un kam një pyetje, vëlla. Ose këta dushojnë strategjinë, gjë që deri tani se kanë bërë dhe skuptoj pse do ta bëjnë tani. Po. Ose ne, vëlla, të mos mbasim kohë të paktën ne të ruajmë shëndetin tonë mendor, dhe mos më prapë të njëjtat gjëra. Rama hajduti, Rama kshu, ju futu në burg, Rama kronollon spakun, Rama se kronollon spakun. Ai kronollon amerikanë. Është deja vu, është neveri, vëlla, është neveri. Tani, këtu është dhe agend, jo vetëm neveri. Po mirë, po është agend që nuk Bijem dhe prej një agend. Është agend që nuk të nxjerr asgjikund motiv progres. Do nxirrte se po flas më shumë se duhet nëse rrugoj ndjes. Po nuk do e bëj. Ky është emisioni. Thjesht do ta shtroj pak. Shtroje. Pra, e bëra të gjithën këtë hyrje të gjatë dhe të lodhshme për të thënë, a mos do të kalojmë në një fazë tjetër? Në një stad tjetër? Dhe prandaj kemi vënë pyetjen poshtë Ramsi 4, le të shpallim me Emiratin e Shqipërisë. Atëherë pyetja zoti Stefa, kompania Sonketa, që është bashkëpunim të plot me zonën e lirë, do të falenderoj jashmase. Gjithashtu. Me kompaninë tënde që ke, mund t'ja transmetosh vajzës kë ke atje një zonë duke zonjë Sarës. Ti çosh pyetje të filloj që sot sondazhi, njerëzve u shfaqet, është sondazh elektronik, do ju shfaqet në Facebook ose në Instagram, nuk ka nevojë mos kërkojnë ku ta gjejmë, do ju shfaqet vetë. Se na shkruajnë shumë është. Po e di, por pse janë. Dhe madje që sot do t'ju jap disa rezultate paraprake kur të marrë emisioni. Pse fillon që Po, e filluam që tani. Mund të më thuash pyetjen me çfarë pyetje do A bëjmë? duhet të shpallet Rama princi i Shqipërisë? Ta bëjmë kaq të thjeshtë? Jeni dakord? Po, jo, nuk e di. Shiko, gjithmonë duhet të jetë opsioni nuk e di. Duhet të jetë nuk e di. Po, sepse është standard sondazhi. Sigurisht. Jo, nuk jam Se nuk mund ta bllokojmë. Ka njerëz që nuk e di. Po, patjetër. Nuk Duhet na dëgjojnë neve që të vendosim. Kush është dakord me pyetjen që sapo propozoi Gjergj? Marsidi po. Sebastian? Dakord. Dakord. Pra mos ta komplikojmë pyetjen. Po zot dakord. Dakord, Floger? A duhet edhe një herë a duhet të shpallet? A duhet ta shpallim Ramën? Po. Princ të Shqipërisë. Mund ta vëm bukur. Pyetja është okay. Jo, mund ta vëm në klapa poshtë si Emiratet e Bashkuara? E kemi vënë lart Emiratin e Shqipërisë. Jo, po është tjetër pyetja ajo. Pyetja drejt për drejt është, a duhet të shpallet Rama, princi i Shqipërisë? Të bëjmë një provë? Bëjmë provë tani? Çani për kë po ta klikojmë për ty. Si? Ti po jo ndoshta. Unë? Ti mo personalisht. Për Emiratin mos diskutohet. Emiratin mos po. Tani le të hyjmë në zemër të problemit. Sebastian po filloi nga Marsit, kush i njeh fëmijë Emiratet? Do fillojmë, ne do vazhdojmë misionin tjetër. Sot më mirë se do na interesojë. Sot thjesht do bëjmë një hyrje. Po. Një pyetje kam për publikun, sepse publiku duhet të sqarohet. Kur ne i themi publikut a duhet të jetë princi i Shqipërisë, dhe këtë duhet ta sqaroni ju, që jeni dhe ideatorët bashkë me mua, po patjetër ju. Nuk do të kemi të bëjmë më me zgjedhje? S'ka më zgjedhje. Pra, në Emiratet e Bashkuara nuk ka zgjedhje. Po pra, të sqarojmë pra. Bravo. Pra njerëzit që po na shohin, nuk do ketë më drejta, nuk ka më drejta politike vëlla. Pra në këtë vend, sipas këtij pjesëori që dy fjalish kur ti ja ta thot Marsidi. Ideja është e Emirateve, ti heq dorë nga drejtat politike dhe përfiton benefitet ekonomike. Pra, nuk ke më të drejtën të zgjedhësh ose të zgjidhesh, ama përfiton mirëqenien ekonomike, shtëpinë e sigurt, një rrogë shumë të mirë, të jetosh populli. Konkurenca ekonomike ekziston. Politik pra është. Por kujdes, Emiri në këtë rast, se princi dakord, më princi Emiri nuk e kuptojnë shumë njerëz dhe mund ta gatrojnë Emiri Gjinishi. Prandaj Emiri nëse na shikon doli emri. Që mos ngatrojmë Emirin që kemi në studio. Keni do zgjedhë. Po pra. Ne kemi vënë princi, se princi është fjalë që kuptohet. Po princi është dhe ai. Dhe ne do përjashtojmë Emiri ka vendin në Ky Arabi Saudite si është? A është princi? Princi kuror. Dhe me këtë propozim, nëse shumica e njerëzve thot po, nëse gjithmonë, se mund thonë jo se nuk e di, po patjetër. Do përjashtojmë njëri mirë procesin zgjedhor nga Shqipëria. Këtë pra gjap. Ore, nuk do përjashtojmë ne, ne këtë propozimin pra, orientojmë me politikën. Pra dhe politikën që është aktuale. Dhe njerëzit s'ka më garë politike. Po çfarë të ketë më molla? Ja vlen më. Po pyesim njerëzit pra. Quhet stabilitet politik, koncepti. I teskajshëm. Tani të marrim konkretisht. Çfarë bën sot
emiri i Dubajit, po them. Princi i Dubajit, princi është dhe ai. Po, emiri i Dubajit Çani në këto momente merret vetë. Kush di, Sebastian, di detaje? Pak. Ti marrësi? Ti mund di detaje pak unë Sebastian, po di këtë gjë që merret vetëm me inovacionin ekonomik. Po kush qeveris në Dubaj? Ne marrim Dubajin se është më i njohur, po atë janë 7 emirate, ëh. Bashkë Dubajin. Kush qeveris sot Dubaj? Se princi është, po ka dhe qeverinë e vet ai atje. Po, për këtë po të mblesh 1 minutë kohë. E pra. Kështu që ne do përgatitemi për radhës tjetër. Ne sot thjesht do dyshojmë në Paris. Na erdhi Paris. Telbim nga disa shënime që kam tjerë, i Emirateve të Bashkuara është ky. E para, kemi stabilitetin politik. Pra, kemi një sistem politik të qëndrueshëm, i bazuar në udhëheqjen tradicionale me konsensus midis emirëve të ndryshëm. Pra, e para kjo herë. Kjo çfarë garanton? Garanton një paqe dhe stabilitet prej dekadash në një rajon si Emiratet që është një rajon i trazuar. Pra stabiliteti politik dhe ky lloj organizimi shtetëror që ata kanë, ka çuar në një paqe politike në një rajon që është i trazuar. E dyta është qeverisja e centralizuar por efikase. Pra atje çan të ndërpres pak? Mbaj mend tu atje çan? Monarkia absolute. Jo, prit një, po prit sekond. Gjinishi tani që me qëtë përna digjon, mori në telefon, po si hap do si laj, thot ata shpallim Shqipërinë e Emirat të Ramës, propozon për pyetjen. Mund të jetë kjo? Ata shpallim Emirat të Ramës. Fjala princ i shkon më për Në momentin që Rama bëhet princ, princi i Emiratit ti bëhet, nuk bëhet normal, po normal. Pastaj do të kemi parasysh gjë, Emirati ka pak edhe një kontekst arabik. Neve nuk jemi duke kërkuar... Ne vënd muslimani jemi vëlla tani. Jo, ne jemi duke kërkuar modelin. Po jo mund të jetë as Monaco as San Marino tani. Po kemi pas principat në Skënderbeut. Kemi qenë dhe princ katë. Atëre ishim të krishterë, kujdes. Po mirë, pra, okej. Po tani si kemi të dy modele. Ne do nisemi nga gjendja aktuale që jemi, por nga që jemi. Vetëm që ta... Jo, të marrë flogerit. E ndimon. Po, sudimtari emëron një këshill ekzekutiv, i cili merret vetëm me kompetenca ekonomike, merret me infrastrukturën, merret me turizmin, merret me energjinë elektrike, merret pra me çështjet që kanë të bëjnë vetëm me drejtat ekonomike. Çështjet që kanë të bëjnë me politikën dhe me vendimarrje ka vetëm monarku dhe është absolute dhe nuk e delegon. Zogu e shpalli thotë në 28-ën mbretërinë me mbështetje italiane thotë. U njoh më njëherë nga fuqitë e mëdha europiane përveç Turqisë së Ataturkut, e cila ndërproi marrëdhënie diplomatike. E dyta, pra përtej stabilitetit politik shumë të rëndësishëm në një rajon të trazuar siç është atje, po siç është dhe ky këtu, se të trazuar jemi edhe ne. Qeverisja e centralizuar por efikase. Pra, sistemi që... Tani është momenti shofësh dhe ti celularin. Të lutem, tani është momenti e putin gjetë sa i mati, që e kam gjanë shumë të djallë. Po ke celularin. Tani nëzire se, ndërkoj flet Flogerti, ti informohesh pak. Radhësia du të jemi super të informuar në detaj, për Emiratin. Jemi pra rendësit e kësaj? Mi pra po. Njerëzit janë duke votuar ndërkohë. Janë duke votuar. Kanë ardhur përgjigjet e para. Sistemi në fjalë i jep udhëheqësve vërtet fuqit plota për të vepruar shpejt, por në mënyrë efikase. Pra nëse këtu ke burokraci, procesi, procedura, të thash, atje vlla... Bam për 5 minuta. E do princi këtë gjë mbaroj. E treta, vizioni afatgjat në investime strategjike. Pra udhëheqësit kanë promovuar transformime atje të mëdha ekonomike, teknologjike e kështu me radhë. Në fushën e turizmit, në fushën e industrisë real estate e tjera me radhë. Kemi këto projektet e mëdha Burj Khalifa e mësetar që janë. Ato ndërtimit i ka filluar Rama Xhak, kështu që s'ka rrugë. Taksat e ulta administratore për biznesin. Atje është parajs fiskale në këtë aspekt. Pra atje nëse kemi të bëjmë me investime dhe investitorë që shkojnë dhe blejnë prona, investojnë në hotele kështu me radhë, është sepse atje taksat janë në pjesën dërmuese të situatës janë zero, jo të ulta. Pra s'ka taksim atje. Kështu që tani vim pak të ligji, drejtësia. Jo, vim pak të të ligji do vish tani. Po, dakor. Atje për shumë gudzon njeri për shumë që të marri në pyetje e mirin, princin? Qa? Zbet lafra. S'ke pun me princin, tani për flasim për drejtësinë mes barabartë, jo mes... Jo, po do marrim me të dyja, do marrim dhe princi që i ka të gjitha në dorë, po do marrim edhe populli që ka dërim, edhe popullata. Tani të shkojmë të populli. Populli du t'jeti barabartë me njëri tjetrin, qytetarët. Po, pra. Jo të barabartë me princin. Dhe ne të rashlimin e kemi ako e në verit, apo jo? Pa tjetër. Në një fa mënyre, po, pra.
Se monarkisht edhe ai. Kemi dhe zogun. Dakor, pa është histori më e largët. Këtë e mbajnë shqiptarët mend. Dakor, po pra. Këtu po flasim për një emirat që është zhvillimor dhe progresiv. Po pra. Dhe Rama do ta ndëronte, unë jam i bindur. I tillë Rama ka marrëdhënie shumë të mira me princin e Kurorës. Do ta ndëronte që të bëjmë. Po pra, prandaj po them pra që unë kam mik dikë që gjet përbashkëta dhe shoh dhe projektoj gjëra që i kemi vizionet e njëjta. Nuk mund të kem mikun kush nuk po flas më shumë. Qartë. Në këtë aspekt te ligji ne kemi filluar të ngjajmë pak me Emiratët. Për shembull janë vendosur tani Nxirri rezultatet Ledio, po bravo. Këto kamerat nëpër rrugë, kamerat inteligjente që janë çdo 1.5 kilometra që nëse para kalon. E di se më tha Meksi, po. Të gjitha këto në Emiratet e Bashkuara janë, pra kemi të bëjmë me vende të mbikëqyrura me kamera dhe sistem sigurie absolut. Këto vrasja e krimi nuk Nuk lejohet atje, nuk gje armë atje. Vjedhje makina është budalliqe, po. Siguria atje është maksimale. Ka gjykata specializuar edhe atje, sigurisht. Ka dhe atje, po numrit burgosëve do t'jetë shumë i vogël. Është për të huajt kryesisht, për çështjen e punësimeve, çështjen tregtare, më the tash, tolerancë dhe mbrojtje e komuniteteve të huaja dhe në këtë aspekt drejtat e njeriut nuk lufta kundër korrupsionit është absolute. Kaç ka princi është muhabet tjetër, po aty e poshtë korrupsioni absolutisht. Domethënë ndëshkimet janë shembullore që frenojnë abuzimet me pushtetin. Nuk të presin duar, se unë kisha idenë se ishte hap kjo legjendë që është çike vjetër ajo, do të jetë e vjetër po. Ose nuk ekzistuar asnjëherë. Teksti i madh që ne këtu kemi një ngjashmëri është tek teknologjia dhe digitalizimi. Për shembull Shqipëria është sipas raportit të fundit të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria është vendi lider në Ballkan për digitalizimin e shërbimeve me e-Albanian. Në këtë perëndimorin besoj se. Këtë Ballkanin tonë me 6 shtete. Ballkanin tonë. Mirë pra, mirë. Jo, është edhe më mirë se disa shtete të bashkimit. Se Slovenia për shembull, disa vende të Bashkimit Evropian për të tani, s'po bëjmë garë. S'po bëjmë garë, po ka një evazion shumë madh të fjalë Ballkan. Është më mirë se Bullgaria për shembull. Po ç'a Bullgaria? Është Bashkimi Evropian. Ç'a Bullgaria? Me që do ky. O gjej, të lutem, mos na fushë gjëra. Është Slovenia në Ballkan. Ore Europa i ka zili ato vende më burr. Jo, emiri në tentativë do thjesht të tregoj që unë di që Slovenia është mirë me teknologjinë, e dim, po Shqipëria në Ballkanin tonë... Dhe Estonia që është llaktan dhe logjima, nuk ka... Po eksakt, pra. Po nuk është në Ballkan. Po nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Pse na i copzon bisedën shumë? Tani unë të mora stabilitetin ekonomik, stabilitetin politik, centralizimin dhe mënyrën e qeverisjes që është i shpejt, efikas, pa burokraci, zhvillimin ekonomik, sistemin e drejtësisë dhe ligjin që është shumë i rreptë për çdo lloj shkelje dhe sigurinë e lartë të jetës, digitalizimin dhe shërbimet teknologjike, të gjitha këto janë sot që flasim shtyllat ku ndërtohet një emirat që sot janë vendet me papunësinë dhe me nivelin e të ardhurat për frym më të lartë në planet dhe shkallën e varfërisë e kanë në nivelet e poshtë 5%. Kaq. Nuk ishim keq. Je i papar më burr. Bile edhe më shumë informacion se duhet. Mund të shtoj dhe diçka Çan? Patjetër. Se është edhe problemi i trashëgimisë. Në emiri e konsideron vendin pronën e tij. Pra ai është situash pronari i gjithë shtetit. Sigurisht. Dhe ajo ka dhënë qytetarëve përkohësisht në posedim, po prona, tokat, bizneset i përkasin atij. Dhe nëse largozohet emiri, ndron jetë ose ndodh një aksident, qeverisë familja, si masë rendit të moshës. Për shembull, nëse sot Zao është në moshën 9-18 vjeç, bëhet Olci, Emir, nëse Ramës ndodh një aksident dhe pastaj ta shikon Zao, ose Grigori që është djali i tij. Pra familja e Emirit janë pronarët dhe trashëgimia ndodh sipas moshës, kush është i përgjegjshëm me zotësi juridike dhe zotësi plot për të vepruar. Por gjithmonë do ta vazhdoj linja e tij. Pra përkohësisht bëhet ose djali i madh ose vllai dhe pastaj merr djali që arrin moshën 18 vjeç. Dhe Emiri është vetë ligji ose si quhet, sepse aty është edhe pak, meqense po flasim për termin emir, është e përfshirë dhe religioni dhe feja, që është pjesë e legjitimon dhe ja jep të pushtet, dhe gjithmonë emiri konsiderohet hija e Zotit ose Allahut mbi tokë. Pra domethënë është si thua regjenti ose kalifi i madh që zbaton drejtsinë hyjnore dhe që i delegohet çdo pushtet politik. Prandaj nuk ka pushtet politik në tilla forma, që janë kalifat ose emirat. Faleminderit Marsit. Duhet ju kujtoj që Gjergji së bashku me kompaninë e tij me Sarën ka filluar sondazhin ndërkohë, do ju dali
të gjithë ju që jeni, Gjeri, do e shpjegojmë në fund, jo tani, se si funksionon sondazhi, se njerëzit mendojnë që do të shkojnë diku ta të votojnë. Do ju dalin në Facebook ose Shkon në... vetë, vjen vetë. Ju vjen vetë, ju kur t'ju dali, do shikoni të anketa dhe votoni, është kaq e thjeshtë. Pyetja është, a duhet ta shpallim Ramën princ të Shqipërisë? Princ të Shqipërisë. Duke marrë si model Emiratet e Bashkuara, kujdes. Mysliman ka këtu me shumicë, andaj janë pothuajse mysliman të gjithë. Sebastian, normalisht ti sigurisht i bie të mos jesh shumë dakord me këtë lloj. Jo, mos tërgo tani progres të mbajmë surprizë. Kanë atë përgjigje dhe para. Qeshe, më do zoflisje. Qeshim ata që nuk e di. Jo tani, kur mbarojmë emisioni do themi Jemi profesionistë si dekonspirojmë kështu. Sebastian, të lutem, unë nuk e di, po tani po të paragjykoj, ose po e paragjykoj situatën, nuk mendoj se ti sa thuash, me projektimin tënd, me kulturën tënd dhe me formimin tënd, nuk mendoj që do biesh dakord që Shqipëria, pra nuk voton si unë që të bëhet Emirat, vëlla. Sepse nuk e që i bërë, u vërtetua, 4 mandate do vi 5 etj. Pra, nuk e që i bën këtë njeriu, nuk poshtet me zgjedhje ka të fituar. Pra, ta themi copë burr, përdhunimi që nuk mund të evitohet, duhet shijohet, bëjmë siguripemi vetë. Çfarë perle ishte kjo? Edhe njerë se e them me shpejtësi. Një seko, let jo, bë një plan. Jo, prit. Duhet një plan detaj të gupi njerë. Gup seriozisht. Shofësh kamerën atjela, kjo ishte një... Do më thuash autorit, lutem. Thuaj njerë, pasaj autorit. Sheva kamerën atje. Slava i qishe. Zonja Zotrit, lutem thuaj. Po, do e them, është një autor italian, Fuscolo, emri s'po vjen ndërmend, ai thotë gjë të bukur dhe perë që vlen për këtë situatë. Përdhunimi që nuk mund të evitohet, duhet shijohet. Në këtë rast, ne bëjmë sikur jepemi vetë, le ta bëjmë Emirat. Mos presim ta fitoj vetë. Pra, ja japim atë që ai mund na e marrë. E ke bigapin, më letjo gati? Çfarë perle ishte kjo? Ja këtu dhe... U gjuna që... Si kjo, se ka më të bukur se kjo? Ose kjo i shkon shumë situatë Shqipërinë, kjo është konteksti komplet. Kjo është realiteti. Përdhunimi, që nuk mund të evitohet, duhet shijohet. Unë them ta mbyllim këtu. Nuk e di më thuash më parë mbrapa kësaj. Po kjo fiksi po ndodh këtu, mor burr. O Marsi, si të erdhi kjo, mor burr? Si e kishte ky italiani që ka thënë këtë? Nuk e ka mendu parë. Jo, mo i vin këtu. Shqipërishin. Ore, prandaj shiko. Të gjithë këta që kam në studion, Flogerti i pari, vlla. Sebastianit e, Marsi di, janë të rrallë. Thon perla, pse do thuash ti? Se është kjo studio që i bën thot perla. Janë dhe studio tjera. Jo, është toka që mbyllet fara. Është toka që mbyllet fara. Sebastian, ky është një vendim gjyqësor në Brazil për të se nga ka ardhur kjo shprehje. Bahen që këtu më bahen. Bahen se valora 10 jo, valora 10. Ah, okay. Bahen që këtu. Bëjmë një xhiro ledio tek East Side Residence që kemi ngjitur këtu me MTN. Ja këtu mbrapa kurizit Flogertit dhe të Gjergjit, shtrihet kjo pllaj e bukur në kodrat e Lundrës, zonja Zotrin. Shikoni çfarë mrekullie. Por gjithë ju që doni të kapni një vilë atje, tani është momenti promotimet kanë filluar. Merrni numrin e telefonit dhe thoni e pam Teçani, bam 5% ulje, më shumë se kaq s'mund t'ju bëj, tjerët i bëni vetë. East Side Residence quhet, vila të përmasave të ndryshme me çmime shumë të favorshme. East Side Residence. Te kodrat e Lundrës, kur niseni për Elbasan nga Tirana, që jeni qytet, paf merrni të rrethullimi mat, mos u fusni nëpër pisllëqe që janë fast food të qelbura do elmoani. Jo, do keni një kratë të të djathtë, lobin, pastaj do keni BKT-n, pastaj MCN-n, bam! Është kjo. Ne kemi ngjitur. Unë pas herë shkoj atje thjesht për të marrë ajër. Se është mes natyrës, është një mrekulli. Bravo Klodi, bravo Petro. East Side Residence, vendi për të jetuar dhe për të mbyllur jetën deri në fund me cilësi maksimale. Kujdes që mos harroj, këtu përveç vilave që do kapni juve, keni edhe një mundësi tjetër për të pasur prindrit afër. Atëherë si ka apartamente. Kapni një apartament për prindrit. Po shkoni tani, promotimet kanë filluar. Bravo East Side Residence. Ishte Sebastiani po fliset. Qa ka ndodhur, Floger? Ka ndodhur në lajm? Jo. U vra njeri? Jo, nuk u vra njeri. S'ka lajm atëre. Faleminderit për interesin, sepse YouTube është, njerëzit janë shumë të interesuar për... Pa tjetër më buroj njerëzit... Ora, dëgjoj, në fakt kjo është një teza ime që kam me shumë vite që e them. Jo, nga pjesa e parë kur po flisnim për rezultatin. Te kjo që po flasim për këtë që po flasim... Është 1000 veta live. Sa jemi? Mbi 2000 live, po njerëzit do kuptojnë që kjo 2000 është një dalin, ëh, domethënë kjo përkthehet në hy. Përkthehet në shumë. Në shumë. Megjithatë, më mos i themi këto gjëra, mban ndonjë hudhër në xhep se nuk i dihet. Vlla ka akoma sa të bëhet Emirati, ka akoma sy
sy të ligj vërdall që mund të harmë Ti rrezikon me Emiratin. fare. Rrezikon media. S'ka gjë, nuk ka rëndësi për mua. Si shmesh të shkoj vendi mirë. Ne do negociojmë. Jo, unë i bindem, vllai, Heq dorë. ka si problem, po. Princin Në momentin, e pas uruar edhe Zelenski. Princin. Po. E kujt? Princin ton këtu. bravo. Princin e tentativë. Ende s'është bërë tamam zyrtarisht. De facto është. Puna është be de juro, ne prandaj po e bëjmë sot. sot. Gjërat d'Italia dhe këto që bën i afrohet shumë mentalitetit. Ore të them do vi. Tani puna është se më po ndërgonte një Meksi mesazhe. Ti nis aty Sebastian. Puna është, thot be, lejon monarki verse me mbret, thot format si Suedia, X Norvegjia. vende që e kanë, thot. Pra nëse Rama zgjedh atë formë juridike për kombin e bie, do mos në be. Kush pjert për be në Meks lutem, ore. Ç'është për be është katraur më burr. Po be është katraur, aman më Meks lutem, më të në Emirat të shpëtojmë, më Meks aman të shpëtojmë, po Meks. Aman më të durojmë prap tani, më burr, do ngrihet prap me protestë. Më vodhi. Do kemi pasaportë arabe. Këlliqit e braçet e këlliqi, pastaj do filloj spaku. Aman më mes nuk u lodhëm, më burr, nuk u lodhëm. Ore njerëz janë lodhur, ne do shohim nga sondazhi, po ne do vazhdojmë të gjë, ne jemi thjesht këshillues si emision, nuk kemi asgjë në dorë, ne do këshillojmë valla. Ne do shohim sondazhin. Po e morën përsipër ta bëjnë, le ta bëjnë. Rama i ka të gjitha gjasat. Po. Me dashurinë që kanë nga ndërkombëtarët. E uruan direkt sot, pa pritur rezultatin përfundimtar. Se apo akoma diaspora, e kupton ti? Jo, tani është gjynama e ka fiks momentin më burr. Ja, do ta shikoni. Ndërkohë For Sebastian Ledio futu një kështu. Futu një nga dritarët Ledio, futu lutem, shikoni se çka ka bërë. Po e shitja sot i thashë futi këto se janë të bukura shumë. Trumpi ishte është në Arabin Saudite, vlla, me këtë me Bir Selmanin, si e ka emrin? Bir Selmani i themun. Bin Selman, po. Shikoni tani, i dhuroi dhe avionin, më duket e mori Trumpi, ja dhuroi avionin e madh të Katar. Pera ishte avioni, bo. E këta që i dhurojnë Trumpit se i bëjnë qefin, i dhurojnë një avion prezidencial brillante. Shikoni tani, Trumpi sa i gëzuar, vlla, me princin e Arabisë Saudite. Shikoni pa. Ledio jepi çik imazhe me jepi. Çfarë perle, pastaj ka Sebastiani, jepi çik Ledio, ja shikoj. Çfarë pak zëni Ledio, shife. Shife si gëzojnë, shife si e presin. E Trumpi që është i lumtur me këta. Shife. Çfarë zëni Ledio, çfarë? Ja, kështu, pse mos jetë Ramsi kështu? Ja, shikoj, ja. I kanë edhe shpatën në dorë, Marsit, shikoj që i Marsit. Perë. Ja, uro. Kjo morë është jeta, kaq duhet, më kaq se jeta është e shkurtër, ja, kaq duhet, ja, shive si jeta. Ata jetojnë për mrekulli, mor. Po çfarë flet më burr? Trumpi ishte i lumtur, Trumpi hëndëron, mor. Të gjithë hëndërojnë të jenë si ata, mor, burr. Macroni, ky tjetri që erdhi, të gjithë, mor, të gjithë hëndërojnë. Njësoj si nga Labëria kur të bëjnë njëso. S'është ama ashtu Ledi tani, mos sa fut gojima në lojë, lutem. Mos sa ngatro me gojimat. Nivel i lartë shumë ky. Tjetër Ledi, kemi një video tjetër më duket, shife. Kemi video tjetër, vazhdoj Ledi pa tranzicion. Shikojnë që tani momentin që Trumpi ja. Thank you very much. And please pay my respects to your father. Thank you very much. Më bësoja, ja. Shife. Ja. Kur do vi dita më marr si kemi ne shumë më burr. Të vi Trumpi të takoj Ramsin e 4, Ramsin e 5 do vijë, ndoshta jo, 5.000 do vi të takoj, e kupton? Shife na ordo, futem muzikën e vet Trumpi atje, e gëzuat lumë të gjithë. Shife. Ta mos e Sebastian. Ç'të më shumë nga jeta më? Utopia kjo. Ha? Kjo është utopia. Ata kanë arritur. Shife. Jeri Ramsit, ha? Po se bëri Ramsi. Do s'kesh do jap në Meksik, terror gjatë fushatës, është vrarë një kandidat. Na urdo. Për fat të lashtë. Na urdo. Tani që po bëjmë, si Meksika që vite njerëzit, apo si këta, shite që bëhet. Asnjë vjedhje këtu, tu asnjë vjedhje, shite. Ne kemi, nuk është puna se se kemi. Ky ka bën provat. Sa po fitoj të 4-tin, do fitoj të 5-tin. 6. Qa presin më, Gjergj? Po, unë besoj që... Jo, një sekundë, Gjergj, ta thash është e pyetje retorike. E ka Sebastiani. Ti nuk them Gjergj, një sekundë. Sebastian. Ne kemi vetëm një mangësi, se më bëshëm. Nuk kemi naftën aty. Bravo, këtu do bëhet të pyetja. Si bëhet që s'kemi naftën? Po do të kemi një gjë tjetër. Do të kemi një gjë tjetër. Kemi kromin. E para njëra atë mos e thuaj s'kemi naftën. Kemi shpiragun plot. Unë kam një pyetje vëlla. Kush po e gërmon tokën shqiptare në këtë moment? Në Shqipëri. Kush pa ti e di? Cila kompani e huaj? Bankerse. Okej. Prit pa një sekond. Po sa dëgjoj sa. Në një principat. Logert, në një emirat, Marsit. Po. Qa bën emiri tani? Lë bankersin vëlla?
Shtetëzone. Jo, nuk ishte zonë. Jo. Onde ja lenë. Ai thot ashtu, po është dhe ai pjesëmarrës. Është e njëjta logjik çani, siç e thash me pronën, pra ti e merr në posedim, pra është një lloj administrimi i përkohshëm. Nësa këtu ne s'marrim asgjë nga bankës fatikisht. Jo, Marrim një taksë të vogël shumë. Shumë nga këto në Emirate shteti është aksioner. Pra, edhe në investime që bën jashtë, shteti është aksioner. Tani Sebastian, më thuaj, Ne sipas te, as nga kromi nuk marrim. po s'marrim tani sepse si jemi në obligë parlamentare pra. As nga bëjmë nafta Emirat nuk marrim. Bravo. As renta minerare nuk marrim. Edhe këto ujërat po t'i shohësh, ne jemi vend i parë me fuqi hidrike, por duhet blejmë secili nga 30-40 mijë lekë ujë në muaj në çdo muaj, secili do nxjerr nga xhepi. Edhe kujdes, me qëra fjalët e ujë. Momenti që se ne tani po i themi të bëhet Emir Ramsi, të bëhet princ, si këta të Emirateve, po gjëja e parë ta këshillojnë të paktën flogert këtu, përgjithësisht vërtet do të jemi sinqerisht që ai duhet të rregullojë patjetër problemin e ujit në Shqipëri, valla se i thot ka ujë, po s'ka ujë. Zgjidhet shpejt. Prit, po jo, pra ta nuk është kështu kaq e thjeshtë, se s'do të ndërpres Sebastian. Në jug e di ç'a bëhet në jug, valla, se isha para 2 ditësh. E ç'a bëhet në jug? Në gjithë zonën e jugut. Kudo ku kanë ndërtuar këta oligarkët, dakor? Banera muti pa parë, valla. Po të betohet Ariani dhe këtë që po them, po them për gjithësi të plotë, sepse isha vet atje. Dhe paguajnë shtrenjtë? Po e di pse banera muti. Jo, një sekondë, e di pse banera fekale, valla. Ta them unë, paguajnë ta them shtrenjtë shumë ato. Ka ujë. sepse që jo, përveç që s'ka ujë, valla, atje është problemi madh ujë. Po sepse ka vënë qeveria, Sebastian, një rregull që tani detyron të gjithë hotelet të ndërtimet që bëhet atje, që të hapin marsit, të hapin kështu gropa septike që i bëjnë tani të izoluara, po çfarë bëjnë ti ju bëftë mirë të gjithëve. Po çfarë bëjnë tani flogert? Këta që hapin këto gropa septike valla që janë super të izoluara, për urat e zeza se duan që uji i bardhë të shkojë për vaditje. Mos ngatrohet me këto të zezat, se kështu duan oligarkët që mos ngatrohen me zezat për të vaditur këto pemët, kopshtet e tyre atje këto gjërat. Të vjen për të qeshur e di, po, nuk është shiko, është dhe për të qeshur dhe për të qarë, e di ç'bëhet në jug, vlla. Një herë le të fryn, të vjen të plastet, muti fytyrë, vlla, herë muti shumë pau. Dhe dëgjoj, kujdes, ju kujtoni se më bëbi shaka. Po ju them, isha para 2 ditësh. Isha të diellën ditën e zgjedhjeve votova dhe ika atje, vlla. Nami zi. Pse do thoni ju? Se mirë këta kanë bërë këtë që t'i fusin po hotelet tonë, po në gropa septike të mirë izoluara. Por ato, po t'i lësh të izoluara total, ato vjen moment që e shpërthejnë. Atë ta çka ka bër? Por të mos shpërthyer ajo gjëja, kushton 25.000 euro copa nga minimum. Po? Më shumë. Kanë nxjerr një tub më shumë. Kanë nxjerr një tub jashtë. Një tub për dar ato aromat. Ku? Jashtë në natyrë, del tubi më nga ajo e asaj del tub. Tub sobe o burr. Ti tub, ke pasur këto tubat e erimit? Po. Nga ajo era ku shkon? Tub aspirimi quhet. Tub aspirimi. Ku shkon ajo era më valla? Ore gjithë jugu më, dëgjoj. Prandaj po them, Emirati nuk bëhet kështu valla. Jo, një sekond. Je dakord me mua, Flokë? Si e zgjidh Emirati këtë? Si e zgjidh? Me pikën 2. Qeverisje centralizuar por efikase. Bravo. Pra, ky sistem pra i jep fuqi udhëheqësit, princit, të plot për të vepruar shpejt dhe me efikasitet. Me këtë sistem problemi nuk zgjidhet. Tu korrupsion jo po liria, jo po kjo. Jo po një sekondë, edhe korrupsion s'do ketë. Jo, s'do. Sa ai të merr në qafë, ai të këput kokën. Fare. Sebastian dhe po thoshe? E thashtë të ujz ma kujtove ti. Nuk ka një dallim esencial midis autokratit dhe emirit. Pra dhe Evropa brenda vetes, po të shohësh disa qeverisje që ne po i quajmë gjysmë autokrate, tipi Orbanit, ne që kemi hyrë në terren, Vučić e këto tjerët, shkojmë afër kësaj. Po Emiratet kanë atë karakterin islamik, kanë ato karakteret fetare të vetat e tjerë e tjerë. Por për të ndalur pak, ne kemi 1 miliarder në revistën Forbes, por ne jemi e gjitha ekonomi shërbimesh. Ne kemi një kartel bankar ku të gjitha fitim nuk bën as edhe një lloj operacioni të rëndësishëm financiar, por të gjitha fitimet i nxjerr nga dallimi midis kur bën shitje dhe blerje obligacionesh apo kredia dhe normat e interesit. Në këtë kuptim, duke parë ekonominë tonë, që ne kemi disa... Ja jep Trumpit, thot për shembull, po të bëj Rama e mirë sot, princ, ja jep Meksi thot, ja jep Trumpit me kontratë 40 vjeçare naftër. Se da ketë bankë? E ka bërë për shembull, ja ishullin ja dha. Se bankërës janë kinezë, dhe diti apo jo? Bankërës janë kinezo, amerikano, shqiptar janë gjithë bashkë. Janë as amerikanë, ikën amerikanët, ishin kanadezat ata. Mund të jenë amerikanë me emër kinez. Unë di që janë kinezë, vëlla. Po çën si ka? As edhe strategjike nuk para. Tani ti më thua që teknikisht nuk është e pamundur thua ti të realizohet.
Unë jam kundër, ai mund të realizoj, por unë jam kundër. Ti nuk do të Mua bëj. do të çojmë burg për këtë lloj gjëje. Ose do të bëjnë nga Shqipëria. Po ose do më Ose duhet. do quhet demokrat real. Sekond. Ku ka njerëz që janë kundër princit Mua do më Por çani është më e rëndë mund ta ekzekutojnë. Është dëm. Jo, nuk të ekzekuton jemi, mos zëgjërojmë tani. Puna është që ata që jetojnë për shumë sot në Dubai, po marrin Dubai se atë janë 7 Emirate. I dëbojnë. Në shumicën e rasteve janë kulmi i gjithë shtatë. Kundër, Po këtë po them, Dubai është më ashtu. për qenë kundër si është për qenë kundër, apo je kundër që të kesh punësim, mirëqenie, digitalizim, teknologji të lartë, siguri, shkollim, Ja ta dëgjojmë përgjigje. Je kundër valla, po ko jam kundër se jam Jo, më shqyqy që kemi një kundër në studio. Zoti Sebastian. Logjika që më thua ti është ha e ditë. Ha e ditë. Qofse ti je më mirë se në Dubai. Dare. Jo, prit, kam një argument. Jo, Sep, kam një pyetje. Deri tani 12 vjet plus 4. Nuk ka qenë ha e vitë ta. Sa po ta tham Arsiti pra? Sepse unë Kur nuk përdorimi si ishte? Që nuk mund të evitohet, duhet shijohet. Përdorimi që s'mund të evitohet duhet shijohet. Deri tani çka ka? Ha e vitë ka qenë. Sebastiani do të rezistojë edhe pak. sepse unë shoh këtë lloj gjëje. Qoftë se politika është për të ngrënë dhe për të pirë, Po s'ka më politik pra po të them edhe një herë në Emirate. unë jam kundër dhe unë çonin burga valla për mendimin tim të kundër. Do të merret me llafe, do të merret me lololo. Po edhe ati mund të merresh me llafe. Po problemi që atje Politike pra, pse e bëri Albini, pse e bëri Rama, pse e bëri edhe atje flasi, më fal, po edhe njerëzit atje besojnë në Emirate, edhe njerëzit flasin pse e bëri do debate ky. Në media. Duhet të lexoni librin Politika Ka kundër Bin Salman ai, jo. politika, dëgjoj, ta them se keni është e gjithë e drejta juaj që ti Jo, vetëm ta thot, ta thot i pastaj të hapim bisedë. Pastaj ka Gjergji. është jeni komplet legjitim. Po. Logjika ime është e këtill. Politika për mua është një nuancë aq e rëndësishme, jo thjesht për të ngrënë dhe për të rritur mirëqenien. Politika për mua është për të ndërtuar raporte në shoqëri. Jemi dakord. Raporte konkurenciale, raporte barazie, po pra më leta përfundoj. Jo, ta mbaroj prisin, jo, nuk po flas nuk vlet drejta ekonomike, flet drejta politike. Unë nuk kam jetuar në Emiratet e Bashkuara. Do doja të isha i pasur edhe unë, shumë i pasur. Do doja të isha sheik edhe unë, do doja të isha sheik. Këtu fillon debati. Po pra, edhe unë do doja të kisha atë lloj pasurie. Por gjëja e parë që do të bëja, ndryshe nga të gjithë këto, i shef këto që dalin te 10 që e parë e pasunarëve tan, jo te banka, jo te miliarderi parë në Forbes etj. I shef gjithë këto, asnjëri prej këtyre nuk është sa gjysma atyre sheikëve për të dhënë disa para për bamirësi. Gjysma. Edhe këtu jemi dakord. Gjysma. Po të mbes pastaj princi. Prit. Për një sekondë. Jo, prit. Jo, ky tani po krahason, po krahason dy sistemet pra. Po krahason republikë parlamentare, pra demokracinë me sistemin e tyre që nuk ka zgjedhje, nuk ka drejta politike, i vendosë miri të gjitha. Po nxjerr më mirë atë sistemin andem. Po pripa ta kuptojmë se pse Sebastian nuk e do atë shoqëri dhe kërkon të jetojë shoqëri tjetër. Politika për mua ka dy funksione. Është edukuese dhe emancipative. Edukuese në formimin, në kuptimin që çfarë roli ka në shoqëri një individ, edukuese se çfarë marrëveshje dhe marrëdhënie kemi ne me njëri tjetrin dhe me institucionet. Emancipuese në formën e të majtës apo të humanizmit, po ta themi, sepse është emancipuese sa të lirë do t'jemi. Si do të ndërtojmë raportin me njëri tjetrin? A duam t'jemi të barabartë? A duam të kemi konkurrencë të lirë? A duam t'jemi të pa barabartë? Unë jam për këtë lloj zgjedhjeje. Qofse dikush do të më vendosi këtë lloj diktati, unë jam kundër vëlla. Okej, dhe bravo të qoftë, dhe këtu je super i dëgjuar dhe i respektuar. Edhe pse unë, Flogerti, Marsiti nuk e di për Gjergjin, ne votojmë për Emiratin vëlla. Sepse kur përdhunimi nuk evitohet, duhet shijohet. Tani një sekond. Sot jemi, kjo është ndërmezzo para se të kaloj te Gjergji, se pastaj do të dëgjoj edhe Marsitin dhe Sebastianin për këto që tha. Se si do kundërshtoni me çfarë argumente. Edhe me gjitha se Çanit. Jo, do të iki Flogerti se ka një angazhim. Sebastiani do kundërshtoj se do kundërshtoj, po do lodhet edhe Sebastiani në fund do përdhunoj. Ore, nuk ka rëndësi fare, nuk ka rëndësi fare. Ishte të shijoj si ne. O, Floger. Se lëshon perla sot, nuk u t'i lëshosh në fund to, apo thuaj kur vinë. O, Floger, do t'i ikësh tani ti? Po është e mundur. Ja, ike. Jo, do e gjejmë. Jo, dëgjoj edhe këtë. Patjetër. Dëgjoj edhe këtë që vjen tani dhe pastaj do të lë të ikësh. Se kishte një më tha Flogeri sot më qoftë. Sot jemi 97 vite më vonë, pas asaj që të Zogut që u lexova pak më parë. 97 vite më vonë, apo 98, sa i bie? Shtatori 28. Po pra 97. 97 vite. 97 vite më vonë. E njëjta dekadë, Rama çdo ditë po duket më shumë si Ahmet Zogu. U bë kryeministër, Zogu thotë në 25-ën u shpall dhe president,
dhe edhe kryeministër, pastaj mbret në 28-ën. Dialektika, tani dëgjohet çka ka thënë Nietzsche. Shoku i Marsidit, nuk e di për Sebastian e ka shok Nietzsche apo jo? Shumë. Kur them shok, domethënë a e ke referohesh? Filozofi cilin e kemi Xhan, po. Po, filozofi gjerman i njohur për të gjithë ju, mos ngatroni me Nietzsche në Durrësit, është tjetër gjë ai. Shikosh ka thënë Nietzsche, dialektika zgjidhet vetëm kur nuk ka më rrugë tjetër. Dialektika që propozon, sapo propozoi Sebi tani. Dihet se ajo ngjall mosbesim. Dihet se ajo nuk është bindse. Asgjë nuk është më e lehtë për t'u asgjësuar se efekti një dialektikani. Që Sokrati ishte njeri i rrugës, që kënaqej me dialektikën, që ishte vetë dialektikan, ishte në vetvete një simptom e degenerimit. Nietzsche këtë e ka thënë te perëndimi i idhujve, problemi i Sokratit që das problem des Sokrat. E vërtetë është. Berisha humbi sepse bëri dialektik, thot, mesazhi që më vjen, nuk e them dot se kush i bën këto. Dhe vazhdon të bëj dialektik. Njeriu i drejtohet dialektikës vetëm kur nuk ka më mjete të tjera në dorë. Njerëzit e dinë se dialektika ngjall dyshim dhe se nuk është shumë bindse. Asgjë nuk është më e lehtë për t'u hedhur poshtë se sa një efekt dialektik. Perëndimi i idhujve, kapitulli më ka bërë anglisht, nuk e lexoj dot. I dytë se sa po e lexoj këto ditë. Po, problemi i Sokratit, paragrafi i 5, më duket. Po, do ta bëj një sqarim sepse Nietzsche është totalisht kundër dialektikës dhe është totalisht pro pushtetit. Gjithë teza e vet, gjithë thelbi Pra dhe Nietzsche në e mbështet Emirat. Po, Nietzsche thot e vetmja forcë kreative është vullneti për pushtet. Por nuk e shman konkurrencën për pushtet. Emirati e shman konkurrencën për pushtet. Madje Nietzsche e vlerëson pushtetin duke kaluar nëpërmjet konkurrencës. Jo, Nietzsche thotë vetëm dominant, çka konkurrencë. Po dominanta e fituar, po jo e dhuruar. Madje mund të shtë vetëm diçka. Vetëm diçka që kjo është interesante. Nietzsche thotë që krishtërimi ka dhe një tezë janë. Se duhet edhe Flogërti të iki, po? Po, kundër krishtërimit, ai thotë kur të mësojnë që nëse të bie në një faqe, kthej faqen tjetër, ose ideja dialektikës, humanizmit dhe besimit, është mashtrimi më i madh, thotë që të mëson si ti je i dobët, mos bëhesh i fortë. Kaq është. Flogërt, ne e takojmë prapë bashkë? Sigurisht. Po të lë të ikësh. Ik pa merak. Të falenderoj shumë. Azi është kënaqësi për mua. Do të takojmë me Flogërtin prapë në emisionet e radhës, ndërkohë që dua të di Marsit nga Gjergji. Gjergji, si u duk kjo e Sebastianit? Ti e pro me Sebastianin apo je kundër? Unë jam pjesërisht pro Sebastianit dhe afrohen që karike Gjergji se je shumë larg. Jo, karikën tënde. Jo. Vetëm afro e para atje. Jam pjesërisht pro Sebastianit dhe jam relativisht kundër jush, sepse pikës pari do të kuptoj. Shqyru gjetëm dy veta. Tani për qenë, sepse kjo gjë është shumë serioze. Dhe unë mendoj që në një formë të Emiratit, por jo në kushtet e pasurive në të Arabi Saudite, dhe një hibrid komplet personal shqiptar e kemi bërë në periudhën e Enver Hoxhës. Pra paka shumë, ish diktatori i shqiptarëve. Rezultatet le dio. Kërkoj që ti imponon të shqiptarëve të njëjtën lloj formule. Pra një planifikim ekonomie, ku shteti garantonte punën, shkollën, shtëpinë, madje në ndonjë rast edhe martesën, vetëm pasardhësit nuk t'i garantonte. Në një farë mënyrë ne kërkonim të bënim një emirat. Por në kushtet e një ekonomie të varfër, dhe në kushtet e një Europë dhe një tregtie të hapur, dhe në kushtet e traktateve ku kemi nënshkruar, në kushtet e mungesës së pasurisë, ne nuk mund të bëhemi dominant mbi popullin ton. Dhe këtë Emirati ynë, në thonjza, Rama e di shumë mirë. Rama po e bën Emiratin. Jo Emirati ynë, emiri kur do ta përdorësh si emir. Princin e ta përdorim se Princi ynë po e bën në një farë mënyre de facto është duke e bërë. Jo, vetëm në raport me PR-in. Po e përdor, pra, në qoftë se ti vëre, vendet arabe. Se lejet kush i jep në territor? Një sekond. Folmë Sebastian. Një sekond. Apo jep Rama? Nuk është çështje lejesh, më dëgjoj vëmendje. Në qoftë se ne marrim Giro d'Italia, në qoftë se nesër do marrim Formula 1, në qoftë se ne lobojmë për sill finalen e Konferencës Ligës së Shqipërisë, në qoftë se ne bëjmë evente të rëndësishme ndërkombëtare. Kjo Formula 1 më duket se ishte një mit apo jo? Qoftë 3, qoftë Formula 3. Ne jemi duke u përpjekur për të bërë pak a shumë një strategji PR-i që bëjnë vendet arabe. Vendet arabe kërkojnë të marrin sa më shumë evente ndërkombëtare, që emri i tyre të rritet sa më shumë në arenën ndërkombëtare dhe të bëhet i njohur. Por princi ynë, i cili nuk do ta bëj kurrë këtë që ne propozojmë, nuk ka luajtur mendsh që të garantojë të njëjtën ekonomi, të njëjtën përqasje dhe mentalitet që po ofrojmë në këtë tryezë. Qofse keni lexuar librin Princeshat, është një bestseller i jashtëzakonshëm, me 4 vëllime, ku një princesh
e penduar nga sistemi i emirit, del nga sistemi, shkon në Shtetet e Bashkuara dhe shkon të vërtetat e asaj jete që ne po pretendojmë. Marsit, ke mendje se duhet kundërshtuar valla, se ne iku flogerit tani. Sepse ne duhet i garantojmë sistemit psikologjik dhe fizik të njëjtat kushte, që do të thotë, gjithkush nga ne duhet ketë të drejtë dhe detyrim të marrë më shumë se 1, 2, 3 apo 4 gra, duhet i trajtoj të 4 familjet njësoj. Jo, falë, po kjo është çështje kulture. Jo, po shikon, nëse ne do ta pranojmë me çështje kulture. Kjo është shumë e bukur. E mirë duhet pranuar me gjithë kulturën e vet. Nuk mund të kërkoni e mirë, vetëm si doni ju. Rita Maroj, nëse duam e mirë. Nëse duam e mirë, duam e mirë dhe të garantoj. Pra ti je, po tani ti je pro apo kundër, se nuk kundër, absolutisht. Po ndërkohë mund të flasësh dhe pro. Vetëm për një arsye. Ai do të pro, po ti marrë të gjitha thesin. Do të shpjegoj pse unë po të shpjegoj. Jo. Do të thaj, do dhe 4 gradë, do dhe parat, do dhe Ferrari. Dhe dyta mund të shkojmë. Por, ajo pse unë jam kundër është kjo gjë. Ai lloj sistemi, ma besoni këtë gjë, unë njoh shumë njerëz që jetojnë atje. I ka humbur, i humbet njeriu ndjesinë e tij më të madhe që gëzon, emocioni i garës. Ata njerëz jetojnë pas një emocion. Ata nuk prodhojnë debat. Ne, shqiptarët, jemi mësuar që të vijemi përballë, dikush majtas, dikush djathtas, në sport, në art, kulturë, politikë. Por çfarë prodhon në fund? Rita Maroj, emocioni është më i rëndësishëm se sa mirëqenia financiare. E dini kush ka qenë gjëja më... Është debat filozofik. E dini kush ka qenë gjëja më e rëndësishme dhe ta mbyll që ndodhte në kohën e komunizmit? Një ndeshje futbolli dhe sporti, sepse ishte e vetmja mënyrë që populli të debatonte mbi diçka. Dhe ne nuk kemi racë që rrim pa debatuar. Ne në çdo familje, në çdo tryezë, ne kemi nevojë për debat. Dhe vetëm një sistem politik që bie kundër e mirit e prodhon këtë gjë. Dhe mjeshtri jon, unë i them mjeshtër, Rama, e di këtë gjë. Dhe sigurisht do bëj sikur do ketë një demokraci mes palë. Deri tani ka bërë, pra ja vlen më se ne prandaj po ai nuk do ta bëj kurrë këtë që i themi ne, sepse ai nuk mund të heqi. Po pse ka frikë? Kjo është debat tjetër pastaj. Ai nuk mund të heqi popullit të tij. Unë them që mund ta bëj. Ai nuk mund të heqi popullit të tij, ai atë gjë që ai di më mirë që populli do. Emocion garës. Po çani, ta them unë se këtu para sa thosh ti vëlla, lajm. Po le jo. Shqipëria nuk do konkurrojë më në Eurovision, po do konkurrojë në festivalin e këngës arabe. Jo, s'ka lidhje, jo. Ka shumë lidhje. Jo, se ne jemi këtu në Europë, do konkurrojmë në Eurovision. Ne s'mund të jemi dhe në Europë, të jemi dhe në mirë. Ne duhet ta ndajmë mendjen. Jo, në Europë jemi gjeografikisht, jo në BE. Po në cilën fazë të ekonomisë edhe të sportit të kulturës? Ore, kush ta njerë që BE-ja nuk pranon një principat? E pranon. Po atëherë çka ke? Po çka ke? Po debatin e brendshëm. Po tryezat tona që edhe një herë, varet nga dëshira e popullit. Unë po them kanar, po vin kohë të tilla që sovrani duhet të flasit. Tani, para se lëm Marsidit, e kuptova pikpamjen tënde. Lajmi fundit fare, shikuesit që po na ndjekin në YouTube në këto momente, le do të tregoj që ka adresën tonë në YouTube, që e falenderoj. Shikuesit deri në këto momente, në kaq pak që flasim ne, janë mbi 431 veta që kanë votuar, që u kanë filluar emisionin, gjysmën e emisionit, disa minuta, ku janë përgjigj pyetjes sa duhet të shpallet Principata e Edi Ramës, 65% thot po, 35% thot jo. Ka votuar tani, deri tani, 431 veta. Dakor, tani, le të shohim pak, tani është momenti, para se flasim Marsidit, ne japësh shifrat e para të sondazhit të Sonketës. A mund të shohim çfarë thon? Që ti hedhim tavolin, valla, se ne sondazhe vërtet do kam të premte, do janë bërë shumë. Kanë votuar deri tani 320 persona. 320 veta. Po, sepse ka shumë interes për të votuar, sepse çështja është edhe pak fani. Po jo, nuk është vetëm fani, valla. Për njerëzit. Shkelpsore, më dakor, njerëz ashtu kam seriozisht fare. Dhe në kampion nuk kemi vënë asnjë lloj kategorie. Pra të gjithë janë të lirë. Të gjithë, ja. Ç'a është kjo Letjo? Kjo është përgjigjet e para. Se janë nisë Letjo si? Po janë nisë. Sa i madh që je, Letjo, bëj që të madhe ta shohim? Këto janë përgjigjet e para. Bëj të madhe? Dhe sigurisht ndikuar edhe nga debati që po. 64? Jo, 50% thon po. Pra 50%. Gjysmë atyre që votojnë janë dakord që ta shpallim Ramën e Mirat të Shqipërisë. 50% thot po. 43% janë kundër deri tani. Po. Nuk e di janë jo, por kujdes. Ky sondim që po bëhet në kohë reale është për mendimin tim si besoj specialist Lafimal po njohë sondazheve, indikuar nga ty personalisht dhe nga dialektika që përdorin ftuarit.
Se po të themu që jam kundër Emiratit, i thua njerëz të votojnë. 1% e vogël ndikohet nga diskursi që bëhet në studio. Pra, unë zë të mbaj qëndrim. Jo, do shohim në ditët në vijim. Ore, po kam Sebastiani që më kundërshton, të kam ty që të kundërshton. Sebastiani foli i treti nga radha. Po, e vërtet. Dhe Flogerti, që nuk është këtu, Mirë, okay. e ka zakon. Ore, ne sot e kishim si hapje, ma e kishim si hapje për të thënë qëndrimet tona. Dakor, pra, ajo çka është bërë në këtë rast, është bërë që këtu mund të votojnë. Flogerti, çka ka Ta destabilizoj Po pse destabilizoj, ai sot ishte shumë konstruktiv më duk Flogerti. Rregull, po. Nuk bëri informues. Flogerti me një gur vret më shumë se 40. Mi, ma është aftësi e ti, nuk ka rëndësi. Dhe në këtë sondazh mund të votojnë, nuk kemi vënë kufizime fare, asnjë lloj kërkese. Po s'duhet të ketë kufizim. Gjithë. Meshkuj, femra, Po mosha duhet të jetë. fare, gjithë, pse jo? Gjithë, pse jo? Po se i vogël dhe në çfarë moshe fillon voton, aja po që më me që lexon. Sa dojmë, që momenti që mund të ka të drejtën e klikimit. Po quhet thua ti? Po pse mos quhet? Se një 14 vjeçar mund të ketë një ide për qasjen. Tani seriozisht, Marsi, do Gjergj një sekond. Para sa mbyll se vajte ora 23:20. Prisë më edhe një mesazh tjetër. Shikoj, unë po thosha këtë gjë çan. Ne po ideja është vendosje fushash. Atë që po thoshte Gjergji, ne po flas fusha reale. Ti mbi vendosësh fushën kulturore, fushës politiko-ekonomike, që është krye kaput bashkë. Çështjet e shoqërisë nuk janë çështjet e shtetit. Gëzimin, lumturinë, mënyrën se si do të arish, është një, le ta themi kështu, është një hobi që mund ta ketë drejtuesi. Drejtuesi ka dy detyra kryesore: të garantoj sigurinë dhe rendin, dhe të garantoj stabilitetin ekonomik dhe mirëqenien ekonomike. Po ja arriti këto të dyja është më rregull, nuk ka kohë një lider i madh, siç është emiri në Arabinë Saudite dhe siç mund të jetë edhe emiri jon. De facto është. Dhe de facto është. Nuk do ketë kohë të lodhet se si do organizohet dhe zemi ndeshje futbolli, ndeshje basketbolli. Ai mjafton që qytetarët kenë shtëpi të mira, makina të mira, rroga të mira, është në rregull. Taksat sa më të ulta. Taksat sa më të ulta diskutohet. Biles në Arabi, një miku im ka jetuar në Kuvajt, e diti që taksat atje i paguan vetë mbreti, pra energjinë elektrike. Ka disa, ka disa kështu. Dhe kredit janë pa interes. Dhe mund të marrësh një shifër shumë të madhe, dhe dikush është halli më i madh që kanë për shembull Kuvajt çani, që nuk kam, ku dëgjon, jatin e 2025-ës. Kam një X6 2020, shto janë hallet që kanë ata. Ne, zari ti po flet për stresën e lartë, për ta të pasur. Jo, disa më madh, gjithë njerëzit. Për ku thua ti? Nuk Kuvajt, në Emiratet, në këto. Jo gjithë njerëzit, pra, nuk jetë gjithë populli jashtë. Shumë pak janë. E di kush janë të varfër atje? Ata që duan të rinë akoma beduin, ata që nuk i pëlqen që të përfshihen në. Ka marrësi të drejtë. Në Arabinë Saudite, kushtetuta është Kurani. Dhe të gjitha vendimet që merren në nivel shtetëror dhe në nivel moral merren në bazë të Kuranit. Mungesa interesave në kredi ka të bëj në mënyrë të drejtë për drejtë me Kuranin që ndalon dhënien e borxheve me interes. Fakti që njerëzit duhet të jenë të gjithë të barabartë në mirëqenien e tyre ka të bëjë me Kuranin. Pra, ai është një sistem fetar, por kujdes, një sistem fetar i ndërtuar mbi bazën e ca pasurive të jashtëzakonshme natyrore që e bëjnë shumë të thjeshtë implementimin. Dakor, pra, por ky është debat do zgjasim, ne do i themi të gjitha sot, ne sot po kemi thjesht baza. Mos Rama do rrezikoj shumë të bëj këtë që themi ne, sepse që të bësh këtë gjë. Rama nuk bën ato që themi ne, molla. Rama këtë e di, populli mos po rrezikon shumë ti ofroj këtë gjë. Ti mendon që kjo ishte. Jam në fabulun tani. E di pra, në populli mos ndoshta po rrezikon shumë dhe ti i pari Ramës. Apo e bën de facto më rrugë. Sepse nuk ka parat ta bëj atë gjë. Jo, apo ja jep de facto më rrugë. 250 vota plus molla. Po jo, sepse në kuadrin e duelit ai justifikon dështimin. Nëse do të jetë e mirë siç do të. Po pse jo molla? Po mund ta duan e mirë molla. Po sepse nëse... Por e njeriu që jep për të 4 herë vot besimin, çdo më thënë molla, domethënë që e do. Edhe që vjen për më tepër në rritje më edhe vjen në rritje. Se sa atë vinte nga 80 72. Po, ai tani po e fillove me 68. I ke të gjitha indicet i ke të gjitha në favor të kësaj që po themi ne, vjen keq. Përveç një indici. E filloi në 2013. Parat dhe kulturë. O Gjergji, që temi dhe realism ata që na dëgjojnë. E ka filluar në 2013 me koalicion me 67 mandate. Shkoi në 72-73 sa ka qenë 2007. Po vjen në rritje pra. Por Enveri të dënonte për agitacion propagandë. Edhe atje nuk lejohet kundër mbretit. Edhe atje nuk lejohet homoseksualizmi. Edhe atje nuk lejohet. Po jam dakord. Mirë kemi pas në Enveri. Po rregull. Po këtë mirë kryet kaput. Por edhe një më ta tha Sebastiani, të gjithë njerëzit do jenë kundër, o do futen në burg, o do dëbohen pra. Por unë nuk po them është gjë e mirë apo e keqe më. Ne po bëjmë një sondazh dhe duhet të kuptojmë cila është prirja e shoqërisë. Ti po thua po, duhet kemi një mirë, kështu votove tani. Edhe një motë, e bëra për gallat ty. Do ta tërheq.
Jo, se të rejsh do të... Unë nuk e di, akoma. Unë bilet... Qa benefitesh do kemi? Iqe qatë volontime? Nuk e i do. Mirë, dakor. Zeni një më pakat, po ç'në si ka? Unë nuk e di. Me që ti mendoj që unë influencoj, po nuk besoj. Mos bëj pas duke na shkatruar utopin tash. Jo, edhe njëherë pra, se e dish më Juve... Ai thot ish tullën që bjerë mua. Ai tha, po folet ti tha pro, ti influencon dhe sondazhe, mos ke drejt. Po është vërtet. Atëherë unë të riqem them nuk e di dhe doja lë debatin midis teje, Sebastianit dhe Marsidit. Ora unë dua t'ju bëj një pyetje do Marsidit. Ti kërkon një sistem të tillë me e mirë, duke me të drejtë duke na renditur benefitet që do kemi. Mbi të gjitha nga pikpamja financiare, që janë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Rehati financiar kondicionon rehatin psikologjik dhe shpirtëror. Por ndërkohë, citon, në çdo të premte të marrë dhe të mërkur që vjen këtu, filozofë të mëdhenj të botës së filozofisë, të cilët vetëm për para nuk flasin dhe madje kënaqësi shpirtërore i vendosin në një rend shumë të lartë se financat. Dakor, ta Si mund të jesh ti një e mirë? Ta ja përgjigjen. Po pse Republika e Platonit, Shumë e bukur. E bukur shumë. dakor të bukur është, por Republika e Platonit është një lloj autokracie. Dhe është një lloj dominimi nga diktatori. Pra nuk është se jemi edhe totalisht kundër antikitetit. Sepse ne, Prit, madje po të krahasojmë. Prit, falta përfundoj, po të krahasojmë Republikën e Platonit është akoma dhe më mos po dim nga tema. Ti Marsit e ke mësuar publikun me një teori. Liria nuk ka çmim. Sot po na thua. Virtyti. Liria nuk ka çmim. Virtyti nuk ka çmim ka thënë. Virtyti nuk ka çmim, jo liria. Liria është relative. Bravo. Liria nuk ka çmim. Unë e kam bërë debat me Ti e Sebastian. di që liria më e madhe thonë është kur jenë në pranga? Po. Po, ka një lloj katash. Jean-Paul Sartre ka thënë nuk kemi qenë... Ajo që thashëm për Velvia e në kaluar. Jean-Paul Sartre çani ka thënë që nuk kemi qenë asnjëherë më të lirë se sa në kohën e sundimit nazist. Pushtimit nazist. Po përgjegjësit në atë lloj sistemi, qoftë edhe ne katër meshkuj që jemi këtu, e di kush janë? Të themi gjë. Ora këtu bëhet për një mendsi komplet tjetër, ne po orientojmë për një mendsi komplet tjetër. Ato po them pra. Po them se a duhet kalojmë një stat të ri apo jo? Ju thoni. Shiko, e di ku ndami ne? Unë nuk kryj fufare, e di ku ndani ju valla? Ju thoni, arrim në këtë stat, pra me ujtë i qelbur, ndërkohë që ai vetëm avancon esën. Të bëhemi hipokrit, të bëjmë sikur ka garë, ndërkohë që garë s'ka. Po emocion ka. Po debat ka. Do thoshe i laf tani çfarë? Debat ka. Flogerti për shkakun zgjedh me Sebastianin çdo të premte. Edhe një herë po është déjà vu se ka është mandati 4 to vëlla. Jeta e gjitha déjà vu është më kur. Jo, e ke gabim. Jo, e ke gabim. E di ku është iluzion. Jo, nuk është déjà vu, e ke gabim vëlla. A ke lexuar një herë? Ore është déjà vu si janë të njëjtët njerëz, mos të drejtë. Për atë botë. A ke lexuar librin Princesha? Ore, edhe një herë. Nuk dini asgjë për atë botë. Të lutem, edhe një herë ke gabim vëlla. Pyetja i shtrohet, por edhe se më do të përgjigjet tani Sebastian është kjo. Gjergj, falenderoj për kontributin që më the. Shifen që s'kan ndryshuar shifrat. Ndërkohë, ne do kemi më të qartë javës të premten. Të premten më të qartë do kemi. O Sebastian. Këto dy do harrojnë dhe çka thënë. Sipas teje, filozofikisht vëlla. Po edhe nga ana sociale, nga ana psikologjike, ku diun si duash ti, nga ato që ke parë, që ke lexuar, duke qenë i panshëm. Ti mundohesh të jesh i panshëm ndonjëherë, mundohesh të jesh. Po edhe mirë ke këtë, se ke keq. Pyetja ime është kjo vëlla. Kur njeriu është më i lumtur? Marsit, është dhe për ty kjo pyetje. Po. Në një shoqëri ku ai ka në çdo moment që ngrihet në mëngjes, ngrihet me ankthim do fitoj apo do humb, apo në shoqëri kur ai ngrihet me ankthim sa do fitoj sot. Kush më i lumtur? Këto janë dy botët. Po t'jap dy përgjigje atëherë. Jo, më jep një herë. Po pra, për të njëjtën pyetje, do më japësh dy. Dy përgjigje. Okej. E para Përgjigje filozofike dhe përgjigjen praktik. Filozofikisht është ajo që quhet etika e virtytit. Pra njeriu është i lumtur atëherë kur bën mirë dhe gjen të drejtën. Kjo është filozofikisht. Kemi parë yjet më të mëdhenj të Hollywoodit, dhe sheikët më të pasur të lindjes mesme, dhe oligarkët më të pasur rus, të cilët kanë kaluar në perversitetet më të mëdha për shkak të pasurisë që kishin, por më pas janë kthyer një lloj përkorjeje fetare, po e quajnë në këtë lloj mënyre, për të parë një virtyt, për të gjetur një vlerë, për të shkuar dhe për të parë një dhimbje tek sytë e tjetrit se si e kanë shpëtuar nga ajo dhimbje. Po jap një rast të yjeve të Hollywoodit për shembull, që 80% e tyre i gjen të gjithë në Afrikë në një pjesë të karrierës tyre, duke shkuar dhe duke se s'më kuptohet pyetjen. Unë e kisha në kontekst politik. Kjo është pjesë e parë. Jo e kisha në kontekst politik unë pra. Pra dhe në politik. Ka për njësh, për të kapur fronin. Në kontekst politik. Pra njeriu kush më i lumtur vëlla, kur përpiqet, kur them njeriu ai që ka ambicien pra. Që të rrëzoj atë që është në front dhe të kapi vet, apo kur e di që atë se kap kur dhe është i lirë në gjithë pjesën tjetër. Kjo është pyetja ime, mos ndoshta u keq kuptove. Kur bën paqe me veten, dhe ti e di që nuk shkon më në atë stad, por prisi është ai që vendos familjarët e tij apo njerëzit e tij të afërt në postet kryesore,
sigurisht që je më i lumtur. Kaq. Dhe pyetja që Kaq. Je po mbaroj, kaq është. Po pse thoni se absolute këtë gjë? ti bie ta Gjergj, një sekond më burr, do të pyes ty për këtë, do mbyll emisioni, po. ne E jetojmë thamë Sebastiani që është kundër principatës, kundër atij lloji regjimi. I jepi Sebastiani. ne jetojmë në një model amerikan. Ne jetojmë tani, puna është që kjo po bëjmë ne. Ne duam pra, ne do donim që kjo, ne, domethënë, jo unë, po kjo ide që lind natyrshëm, sepse duhet ta themi gjithmonë këtë gjë se njerëzit thonë, "Ore, çfarë po thon?" Sepse ky është mandat në 4 vëlla dhe kur përdhunimin nuk e eviton dot, duhet ta shijosh. Sa zoti Gupi, Marsit Gupi, pak më parë që i bëra big up. Pra, ne jemi në këtë situatë. Pra, po ti situatë Sebastian, kjo çështje nuk do shtrohet. Në Emiratet e Bashkuara Arabe ka 2 operatorë të cilët i bëjnë të mundur që ata atje të arrijnë të qeverisin vendet e tyre, që është feja, instrumentalizimi i fesë dhe paraja e naftës. Po çfarë kam këtu janë mjete më burr. Më në rregull, ta përfundoj. Jo, mi dakord, po them, okay. Në vendet si puna e këtij tonit, duhet opium për popullin, siç thoshte Enver Hoxha, Çfarë po ndodh realisht? Marksi, dhe ky po të jep PR të jashtëzakonshëm, po të jep para, ka një fluks parash që vjen. Nga droga, nga migracioni, nga dueshti. Ka një fluks parash. Nuk vret njëri dhe nuk çon njëri në burg, pse i the pse e shave, pse se shave, s'çon njëri. Shahe sa duash. Po? Ka krijuar antinomin me Berishën që ky të vret unë s'të vras. Po? Thot, mos më luani postin mua, pa ju të gjithë bëni çat ju doj kokra i qefit. Pra? Unë ja mbaj mirë punët me BE-n, unë i rregulloj të gjitha, vetëm mua mos më luani nga posti. Pra çfarë është duke bërë ky? Po shkon drejt kësaj. Po pra, tani problemi është... Po unë jam kundër kësaj. Je kundër, do na thuash arsyet pse? Kundër kësaj. Po ky apo shkon drejt kësaj? Pra, e kemi legjitimin e këtë pyetje që kemi bërë nëpërmjet anketës njerëzve? Dhe i deri tani ka votuar 50% po dhe 40 sa ishin? 43 kundër. 43 kundër, pra 50% janë pro Emiratit te Edi Ramës. Prandaj po them pra. Sepse është gjatë de facto. Ndaç e quajmë diktaturë, ndaç emirat, ndaç autokrat, ndaç Nuk kanë asnjë termin më. I vejmë çfarë emri duhet. Po. Bukuria e kësaj filozofisë sotme që merret me gjuhën gjithë ditën dhe që amerikanët e kanë fiksim këtë që të merren me gjuhën, jo po është paksa demokraci hibride, jo po paksa kështu. Çështja është që ka një pezullim të progresit dhe të demokracisë në shumë vende. E ka. Kjo është duke ndodhur aktualisht që ne e flasim. Në Shqipëri ka pezullim të procedurave demokratike. Ka, më unë nuk e di kush nuk e sheh këtë lloj gjëje. Ka pezullim procedurave. Po edhe? Ka reformë territoriale e cila favorizon partinë në pushtet. Ka reformë zgjedhore që favorizon partinë në pushtet. Prandaj po them, nuk u lodhëm me këto. Partitë. Po pra Se nuk ka ndryshim, pra është mandati 4. O çan të lutem. Ky do marr të 5-in, do të marr dhe 6-in. Dhe unë do të them gjithmonë. Unë them, a do bëhemi të drejtë për drejtë dhe sinqert me veten tonë dhe me ata që po ju flasim, apo të vazhdojmë akoma të bëjmë sikur këtu gjërat funksionojnë dhe që ky është thjesht fitues sepse ka alternativë më të mirë. Unë kam një parim Çani. Ma cili është parimi, ma thuaj? Unë punoj pa shpresë. Punoj për një shqiptar të shekullit të ardhshëm. Unë punoj pa shpresë. Të shekullit të ardhshëm. Dakor. Pa shpresë. Të them diçka? Para sa thuash jam detyruar të lexoj edhe këtë. Po. Në një monarki, e mira publike është e njëjtë me të mirën private të monarkut. Gjë me vëmendje. Prandaj është më lehtë të dallohet ajo që është e mirë për popullin. Edhe një herë, për ata që është filozof i madh ky atë. Po pra, mos e thuaj se do të pyes në fund. Në një monarki, e mira publike është e njëjtë me të mirën private të monarkut. Jemi dakord deri këtu apo jo? Sa i tha Marsiti që ai e ka atë vetën, e ka territorin e vet. Prandaj është më lehtë të dallohet ajo që është e mirë për popullin. Por në një demokraci apo qeveri popullore, e mira publike është e paqëndrueshme dhe e prirur ndaj luftës civile dhe përçarjes. Po. Mbyll thonjzat. Kush e ka thënë këtë? Thomas Hobbes, Leviatanish. Vazhdojmë debatin. Marsit dhe pastaj Gjergji. Po sa më shkurt Gjergji, të lutem se jemi në fund. Është shteruse dhe thot gjithçka. Ky me këtë ka thënë. Kamën s'ka. Kështu që nuk e çfarë thua fare. Edi Rama është Leviatani, pik, kaq. Leviatani do të shpjeguar, por tani s'kemi kohë se kush është. Leviatani është shifrisë e fuqishme e ditë e cila varet se si e shohim. Leviatani është vepra e madhe, e parë e madhe e filozofisë politike në Perëndim. Në vitin 1651 ka thënë këtë. Kapitulli i 18. Kjo vjen pas luftrave fetare. Tani Leviatanin e mund ta shohim, Hobbesin mund ta shohim në dy mënyra.
aparati i madh i censurës dhe liberali i parë. Aparati i madh i censurës është që të drejtat i takojnë një sovrani, i cili ne na siguron të drejtën e jetës. Por në krahun tjetër është dhe derivati i parë në jurisprudencë, me që vjen nga juridiku, ku e drejta e jetës fillon të derivohet dhe lind koncepti i parë i liberalizmit i një të drejte, dhe fillon derivimi i të gjitha të drejtave nga njëra tjetra. Pra varet se si do ta shohësh me çfarë aparati kërkon që ta shohësh. Po dhe në Emiratin e Bashkuara ka të drejta, më nuk është se s'ka. Prandaj po them pra. Thjesht nuk ka drejta politike, ata thjesht nuk zgjedhin dhe nuk zgjidhen kaq. Ka dy aparate. Aparati për ta parë Thomas Hobbesin, siç shihet gjërësisht, si personi i cili ku sovrani i siguron të drejtën e jetës dhe qetësinë të gjithë territorit, dhe ka dhe një aparat tjetër për ta parë, ku kemi derivimin e të drejtave, e drejta për të folur, e drejta për të arsimuar, e drejta për këtë, e drejta për politike, për shumë gjëra tjera. Por nga Hobbesi dhe deri të tjerët kanë kaluar shumë ujëra politike. Marxiti ka drejtë e Hobbesit, se është me të vërtet filozofi i parë, i madh në perëndim i politikës. Është i pari dhe i madhi, ka të drejtë. Unë preferoj të shkojmë edhe tek disa të tjerë, por do ngelet për ecuri. Ndërkohë sondazhi ka filluar, zonja Zotin, për gjithë ju që na ndiqni në këtë moment, ora është 23:34 minuta, fjalë fundit Gjergj. Unë abstrogoj nga përballja e kulturave, sepse në fund ditës unë besoj që kulturat kanë vetëm një karakter atë ekonomik. Pastaj gjithave të tjerave mund t'i japin çfarë të duan. Ne kemi provuar, kulturat kanë në fund të ditës vetëm një model ekonomik. Dhe modelet ekonomike në botë janë vetëm dy. Ose... Një sekundë tani, si kultura... Se nuk e ka, nuk po e shpreh mirë, po e shpreh mirë. Ka një dikotomie. Kulturat... Çfarë do të thuash o gjej? Ma thuaj me fjalë thjeshta. Do të them që në fund të ditës kemi vetëm dy modele që ne jemi të detyruar ndjekim si shoqëri. Ka një model që thotë që toka është e natyrës dhe askush nuk ka drejtë të jetë pronar i saj, dhe shteti që e kontrollon dhe e shpërndan atë, një farë emirati. Ka dhe një tjetër kur thotë toka, mbi bazën e ca rregullave loje, ka një pronar dhe atë e zhvillojnë atë. Unë jam për këtë dytë. Kjo është çështje ekonomike, kjo s'ka lidhje. Ekonomia ka drejt bëjnë drejt 100% bëjnë me Emiratin. Sepse ju po kërkoni 10.000 rrugë. Ju po kërkoni 10.000 rrugë, jo një Edi Rama. 10.000 rrugë ke mundësi të ndjekësh. Pasi të marri votën e njerëzve, pse e fut në dy rruga? Vetëm rruga. Sepse ju po kërkoni që Edi Rama përpasi t'ia trashëgoj familjes së duhen ndryshuar ato, splitet le dio. Sebastiani shef andej, ai sheftej është nga kundërta. Le të shohim drejt kamerën. Jo, nuk e bëjnë dot atë harroje. Thjesht duhet ndrosh ti, ta çosh, të bësh ndrim rokad. Ka 1000 mënyra. Që duhet të shohin njëri tjetrin. Për këje, për pronën e natyrës apo për pronën e dio. Praf. Prona e natyrës prodhon sistemin e Enver Hoxhës. Prona e njeriu prodhon këtë sistem. Mund ta mbyll vetëm me një ngjashmëri? Marsit mbyllëm. Dy emirët, nëse mund t'i quajmë kështu të mëparshëm, pra Zogu dhe Hoxha, i kanë mbiemrat me 4 shkronja. Zogu, Hoxha, se është gjë. Edhe ky emir i tretë Rama, 4 shkronja. S'është rasti e kot kjo. Sondazhi sapo ka nisur zonja Zotrinj me Sebastianin Marsitin, me Flogertin dhe me Gjergjin do jemi prapë këtu. Gjergji sigurisht është e tjera nuk do flasi dot më për të çështje sepse do jetë pjesë e sondazhit dhe nuk lejohet. Thjesht mund të shpjegoj një gjë për sa i përket sondazhit, si kanë votuar, sa veta janë e tjerë, por nuk mund të japi dot më qendrim, ashtu si dhe unë nuk do jap dot qendrim. Por gjithsesi një gjë është e sigurt që ne kemi vendosur paktën derisa të mbarojë sezoni të merremi me këtë pothuajse çdo emision. Merrem me këtë fabul çdo emision sepse duam që ta orientojmë drejt kësaj. Në fund të fundit ne jemi xha në shumë aspekte Emirat. Po. Në shumë aspekte. Faktik jemi. Emirat faktik jemi. Por shifrat e datës 11 maj na detyruan që ne tani të flasim dhe të orientojmë debatin a mund të bëhemi de jure. Unë mendoj që Rama i ka të gjitha shanset nëse ai do. Ai thellë brenda vetes do, se unë këtë e di shumë mirë. Po të ketë guximin të nxjerrit. Ketë guximin të nxjerrit, të negociojë me Brukselin, nëse do të jetë edhe pjesë e BE-s, të kenë një mundësi. Populli është dakord për atë. Sondazhi 83 mandate. Ore, sondazhi një sapo i pak minuta më parë që ti nxorë Zotri. Shpejt. Po çfarë si ka, ma doli 50-43. Nuk është trend ky. Po është një trend indikuar nga diskutimi prepotent që po bën dhe ti. Prepotent pozitiv, ëh? Kuptova. Shkëtim mos e vra mendjen. Problemi është që unë nuk do flas. Pra ti thua njerëzve, po të bëj dhe pyetjen, po të jap dhe përgjigjen. Dhe ti di të artikulosh kaq mirë përgjigjen sa për një moment njerëzit ton ta bëjnë se të kundërshtosh ti dhe Sebastiani, pra janë dakord. Shiko Flogerti mos ai do ishte 70 ajo. Tallesh ti? Po. Pra Flogerti duhet të jetë një lloj antari i komitetit ekzekutiv që do ketë mirë, po thua. Po Flogerti është de fakt. Ata kanë prind sa të vëjnë që administrojnë zonat caktuara. Patën e Klos. Nga farka. Klos me ka qefën.
të nxjerrim dhe një status të Robert Alis, që shkon në këtë frymën që thotë, që më tha mua Gjergji tani. Ledio, kemi një status në Robertit? Robert Ali e Dragot. Ka bërë një status shumë interesant para shumë kohësh, por shumë aktual me këtë që po themi ne. Shqipëria është vendi ideal për të vdekur, thotë Marsit. Shive çik. Shqipëria është vendi ideal për të vdekur, thotë Berti, e di pse, sepse një popull me një mentalitet të tillë që lufton vetëm për bukën e gojës, nuk ka nevojë për kulturë, as ka arsye për të kërkuar ndryshime sociale. I duhet vetëm një fur buke dhe një nevojtore. Kjo sigurisht është, kjo hap debat të madh, sepse ka shumë njerëz që thonë nuk i vihet faj popullit. Populli nuk fajsot populli asnjëherë. Po se fëmia naiv o burqës. Populli historikisht ka qenë handikapati i historisë, gjithmonë e kanë marrë dhe kanë përdorur për luftra, ja ku janë. Kështu do njësoj, së shpejti Edi Rama. Dhe i shkon, shisa se i shkon. Është bërë me inteligencë artificiale kjo foto, po patjetër që i shkon. Kemi një foto tjetër Ledio më duket. Dëshojmë këto fotot e Edi Rama këtu mbret. Me suflaqesh. Duke shpërndarë suflaqe. Sorel, në shumë mundësisht. Nuk ka rëndësi ku është, po nuk ka rëndësi. Vazhdojmë Ledio, çfarë fotosh tjera kemi? Unë them që jemi ne, këto të gjitha duken si kështu si shaka, po në fakt nuk është shaka. Ne jemi de facto te Emirati. Tjetër Ledio, kemi gjë? Pa i pse ka vajtu të jetojnë Sorel? Çka ka aty? Vetëm restoranta. Pra shkon të ushqimi, se e di që njerëzit vetëm ushqimin. Kemi një foto tjetër Ledio, po ti më duket se ke marrë të dytën, të nisa doja bravo, edhe kjo tjetër apo. Ky është te Katari, te Dubai, më Nuk modern. ka rëndësi, po fatikisht. Ama afër nesh. Jemi këtu, kështu që mendoni seriozisht të çështje, sepse ne do e vazhdojmë sondazhin, nuk është fare një shaka kjo bëjmë ne. Ju mund të buzëqeshni sigurisht dhe ne buzëqeshim këtu në studio, por unë them, ja vlen ta hedhim këtë gjë. Është mandati 4 në 2029, po mos ketë aksident rrugës. Dhe kur them aksident rrugës, nuk e kam fjalën e aksidenti që keni ju në mendje, ai që kam unë në mendje. Ai do ketë dhe mandatin e 5 deri në 2033-shin, e tjera. Sot Edi Rama është 61 vjeç, e dashuron një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve, 250.000 vota plus në të momente nga pjesa tjetër, gjithmonë në rritje, shikoni 83 deputet, deri sot nuk e di se do vej, se s'ka mbaruar numërimi akoma, po çon si ka trendi është ky. Kështu që është momenti që ju me votën tuaj ta orientoni dhe atë se çfarë duhet të bëj. Do rrim në një republikë hipokrite, ku ai bën sikur ka zgjedhje, njerëzit bëjnë sikur votojnë, dhe në fakt ai është gjithmonë i pari, jo prit. Jam pyetje, mos na prish se këtë ketë keq e ti. Që ti më hyn në real mua dhe ma 10 atje, mos na bëm më gjë, lutem. Dorim, shikoj që ma prishe. Dorim një republikë hipokrite, Marsit, ku njerëzit bën sikur votojnë, ky bën sikur bën zgjedhje dhe në fakt vazhdon mbretëria, apo të realizojmë per. Apo ta bëjmë de juro. Është njësoj si debati që bëjmë shpesh në studio. Ore, pse duhet që këtu financimet e partive, pse akuzohet Shqipëria dhe Europa që bëjnë financimet parishme të partive? Sepse nuk lejohet lobimi dhe nuk lejohet financimi i lishëm, siç e kanë amerikanët. Atje bëhet, nuk ka probleme, vëlla. Një miku jon shumë i afërt, e di çfarë mesazh. Është e njëjta gjë dhe kjo histori, puna e kësaj. Do të pëlqejmë, çon një mesazh per, një miku jon i afërt. Thotë kjo duhet ndodhi me patjetër, ndërsa Berisha thotë duhet shkojnë Lazarat ku votua me 88% dhe të shpalli Republika Autonome Demokratike, le të çet Lazarati dhe Basha thotë le të shkojnë Kuçov tek baza Euroatlantike. Këto janë të gjitha, pjesa e dytë është kot. Pjesa e dytë është kot. Nuk pjerë njëri fare, sepse po u bë ajo, të gjithë kundërshtarët ove në burg o dëbohen. Marsili sonte do e mbylli me frazën e tij brillante të një filozofi italian me emrin shkrimtar Ugo Fuscolo. Shkrimtar. Ugo Fuscolo. Vetëm që doon se nuk dëgjosh, Marsil. Ugo Fuscolo, i cili thotë përdhunimi që nuk mund të evitohet duhet shijohet. Bëjmë sikur jepemi vetë. Unë po ju lë sonte për takuar prapë nesër me një klip e rikthejmë. Është një këngëtar i cili nuk jeton më, ka vdekur në sken. Ju s'keni parë. Gjergji s'keni parë. Ta shohim. Të mbaroj emisioni tani, do mbyllet tani, do ikim nga ekrani, do jetë një këngëtar i cili ka vdekur në sken me flokë gjata, është këngëtar i pazakont, që ka emrin Tini. Si e ka radio? Tiny Tim. Tiny Tim, po. Tiny Tim. Na kujtoj Tito Krupallën. Timi i dobët, Timi i Hall. Tiny Tim është Timi i Hall, Timi i dobët. Timi i Hall. Kjo ka vdekur në sken para sa vitesh. Dhe ka një mënyrë të kënduar, është burr, është mashkull, pa asgjë dyshim, sepse nga zëri mund të ashtu. Edhe ka bërë një këngë shumë të famshme që ka mbetur. Ne jam i pari dhe i vetmi që e promovojnë në Shqipëri. Tani do kemi çdo javë pas situatës që është ku përdhunimi nuk evitohet, duhet shijohet. Jo, ne do mbyllim emisionin tani, çdo emision 3 herë në javë që jemi të martë, të mërkurë, të premte pikërisht me Tinin. Me Tinin. Shikoni, quhet Tinki
Si quhet Ledio? Tiny Tim. Jo, po, titulli këngës si është? Nuk kanë ti titulli fare, shikoni se çfarë personazhi është. Shijoni. Kurse evitoni dot. Shijoni.